Mikrofoni hapur nga Gens Paçuku në Window Radio.am. Mirëmbrëma të nderuar dëgjues të Window Radio në Shqipëri dhe diasporë. Mirë se erdhët në valët e Window Radio. Jam unë Gens Paçuku dhe ju flas nga studio në Londër. E martë sot dhe data shënon 21 prill 2026 dhe jemi si çdo të martë ora 9 në emisionin tim Mikrofon i hapur. Para se të filloj siç e pat, para se të filloj ishte një reklam e Atos Taverna në Londër që bën reklamën nëpërmjet nesh, kështu që nëse dikush dëshiron të reklamojë biznesin apo gjithçka ndonjë veprimtari tjetër, jo vetëm biznes, por edhe kulturore, edhe patriotike, është i mirëpritur, i mirëseardhur në valët e radios tonë. Window Radio me mikrofonin e saj shkon kudo ku ka shqiptar, kudo ku ka arbëtar, kudo ku ka mendimtar, kudo ku ka kontribues për atë dheun dhe kombin. Jemi një vend i vogël, por me tradita dhe trashëgimi të madhe. Tradita dhe trashëgimia jon na bën krenar, jo vetëm tek vetja, jo vetëm tek njëri tjetri, por na bën krenar në çdo popull të botës, në çdo vend të botës. Tradita, kultura, historia dhe trashëgimia janë identiteti i një kombi dhe në për ta ruajtur identitetin ton kombëtar duhet të ruajmë gjithçka që tregon dhe përfaqëson. Gjithçka që e njeh këtë identitet duhet ta promovojmë e ta trashëgojmë ndërbreza, ashtu siç kemi bërë ndërbreza, por nuk e di nëse do bëjmë dot në të ardhmen. Them nuk e di nëse do bëjmë dot në të ardhmen, por kërkoj ndjes për mënyrën e të shprehurit, por na ka hyrë dreçit mrena themi ne nga veriu këto vitet e fundit dhe më shumë po promovohet degenerimi dhe shturja. Dhe fatkeqësisht shqiptarët e kanë kthyer më shumë vëmendjen tek promovimi i shturjes dhe degenerimit. Shembujt janë të qartë. Në bisedat shqiptare, në tavolina shqiptare ka diskutim dhe debat për Big Brother, për përputhjen apo ndonjë emision tjetër të degeneruar. Imagjinoni, fituesja e Big Brotherit, programit më të ndjekur në Shqipëri, nuk e di sa vite ka shekulli. Domethënë ajo nuk e di se shekulli ka 100 vite, ajo mendon se ka 15. Edhe nuk njeh edhe emrin e të famshmës ton Nan Tereza. Më faqin e zezë të gjitha ato kanale televizive shqiptare, kombëtare dhe lokale që promovojnë ignorancë dhe banalitet. Shikoni kur kjo ignorante, madje quajtur VIP, do bëhet imazh në Shqipëri. Sa turp. Ne si radio jemi këtë ndryshe. Nuk jemi për të bërë zhurmë për të ndjekur, nuk jemi për të promovuar të vetëquajturit VIP-a që në fakt janë rripa. Jo vetëm unë, por i gjithë stafi i radios, me në krye drejtuesin e radios, zotin Leonard Koja, dhe të gjithë emisionet tona ka një agent, fjalën e lirë, mendimin e lirë në shërbim të vlerave tradicionale apo moderne, por që ka një qëllim, ruajtjen dhe trashëgimin ndërbreza të kulturës shqiptare, të traditës shqiptare, të identitetit kombëtar dhe zhvillimin e tyre larg ignorancës, larg degenerimit, larg huazimit të shëmtive të huaja. Dhe për këtë debat sonte, mikrofoni i radios shkon në Stuttgart të Gjermanisë. Aty ku është mërgjimtari zoti Gjergj Lleshi, me origjinë nga Mirdita, ku punon e jeton aty, por me mendje dhe me zemër tek atë në Shqipëria. Për te angazhimeve të tija personale dhe profesionale, ai gjen kohë edhe për të punuar me brezat për të siguruar vazhdimsinë e traditës shqiptare. Se çysh dhe çfarë bën, do na thot vet zoti Gjergj Lleshi. Zoti Gjergj, mirëmbrëma, mirë se erdhe dhe të falenderoj për ftesën 2 herë. Hera e parë sepse erdhe, por hera e dytë ishte sepse ftesa ishte në orët e vona, edhe ti ndoshta kishe planifikuar diçka tjetër për sonte, por na e bënë nderin si radio dhe erdhe në emisionin tim edhe në valët e radios. Të falenderoj edhe një herë, mirëmbrëma. Mirëmbrëma zoti Gens Paçuku. Mirëmbrëma gjithë dëgjuesve të Windows Radio. E përshëndes Windows Radio gjithë stafin për punën e mirë që ban në përqim të fjalës të mendimeve të migrantëve, të politikanëve, të shoqërisë civile dhe të njerëzve të shtresave të ndryshme shqiptarë si në diasporë ashtu në Shqipëri.
për shkrimi fjalës lirë, ndëgjimi fjalës lirë, pa kushte, pa simpatizime, pa presione, është gjaja më e bukur, domethënë që ndodh sot. Kështu që jam në monitorimin tuaj, t'ju përgjigjem pyetjeve për gjithçka ju dëshironi. Tani unë, si fillim thash zoti Gjerzleshi, po ne jemi shok, jemi miq, jemi nga Mirdita, po më duket bisi. Kjo, zoti Gjergj, unë për veti, unë do të them Gjergj sone, pastaj artist ma mirë artist, ndërsa ti, si dush, po unë preferoj më thënë Gjergj. Po, komunikimi sa më i thjeshtë aq më i bukur është. Ashtu pra, edhe unë për arsye se duket sikur them zoti Gjergj, duket sikur ndërlikoj çik edhe krijoj një distancë mes nesh. Artist Gjergji, po them artist Gjergji, meqense je artist që merresh me artin. Na thoj pak për dëgjuesin e radios, kush je? Për dëgjuesit e radios tuaj dhe gjithë shqiptarëve që nuk më njohin, se është një pjesë e madhe më njohin, unë jam një ish valltari i ansamblit Mirdita, solist për shumë vite, dhe masi kam emigru në fillimi vitit 98 në Itali, mas një karriere bajagit madhe artistike me ansamblin Mirdita, me njëherë në Itali kemi kryu me disa shok miq Shkodran, Fjerak, Lezhjan, Tiranë, sa kemi kryu një shoqat në Udin e në Itali, me njëherë dhe një ansambl me emrin ansambli Shqiponja. Dhe që aty kemi hedhë hapat e për kultivimin e artit dhe të kulturës, të etnografisë, po sidomos të vallës popullore shqiptare, me të rritë që rritën në mërgim. Në Itali kemi bën një punë shumë të mirë, do me thënë kemi fut për herë të parë është kryu ansambli parë në diasporë folklorik, dhe mas nesh me sa di unë ka kryu Angelina Nika në Amerikë, ansamblin e dytë folklorik. Në Itali kemi bën diçka shumë interesante, se për herë të parë në përdasma shqiptare, në diasporë dhe në Shqipëri, për herë të parë, përmes nesh me ansamblin që unë kam pas Shqiponja, dhe me kontributin bile me iniciativën edhe të një miku tim një Zef Gjonaj, për herë të parë një dasëm mirditore në Rovena, kemi fut edhe dasëm me një ansambël vallëzimi Mrena. Pra kemi hedhë disa hapa që sot ndiqen më aq për kushtim, por në atë kohë askërkush si ka bën, nuk janë ndoshta edhe shumë meritat mia, po janë mendimet shokëve të miqve dhe të artistëve që në atë kohë ishin bashkëpunëtar të mi. Punët e mira nuk bëhen vetëm asnjëherë, bëhen me miq, bëhen me shok, bëhen me patriot. Punën time, pjekurinë time, si njeri, si artdashës, por si edhe dash si madh ja dedikoj në radhë parë familjes, në radhë dytë Mirditës time, në radhë tretë ansamblit Mirdita, ku rrita me figura të mëdha të artit e të kulturës, dhe pjesën e vallës ja dedikoj patjetër dy personave special, që është Angelina Leka, një artiste e madhe e ansamblit Mirdita, një koreografe mirditore shkodrane e shkolluar në Tiranë, koreografia parë që mërë shkollën si femër koreografi balet, dhe një person tjetër ka qenë, një në ato persona që kanë punu me mu, ka qenë edhe i nderuari, që sot nuk ekziston më, Besim Zekthi, një ndër valltarët legjendat e vallës shqiptare, me të cilin ka pas një punë, ka bëj një punë të madhe mason, një Mirdita dhe me ne, duke na kultivu pastër vallën popullore shqiptare. Tani mas 15 vjetës në Itali, kam 14 vjetë, rreth 14 vjetë që jetoj në Gjermani, dhe këtu kam kriju disa grupë artistike, ju shërbej disa shoqatave,
kam punu edhe në Zvicër me dy shoqata kryesore, me një shoqat Vatra të Zëriut dhe me një shoqat të Ustrit që quhet shoqata Bashkimi. Kam punu 3 vjet me to dhe kam ngritur në kam grupe artistike. Ndërsa këtu në Stuttgart kam punu 12 vjet me misionin katolik shqiptar që ka qenë në Stuttgart. Jemi nga një grupe artistike deri në nivel profesional. Paralelisht 10 vjet kam punu me shoqatën Kosovën Felbaku, edhe aty 10 vjet kemi ngritur në maje të larta, kena punu me qindra fëmijë dhe tri shqiptar duke kultivu dhe promovu në popularitetin gjerman dhe të huj këtu vlerat e mëdha kulturore shqiptare, kostumografinë, gjitha ato vlera që ne kemi edhe si Mirdit edhe si Shqipëri. Më falë se po të nërpresi qik, po ma e me në fjallë. A duket se kanë interes për shembull Gjerman kur ju keni ndonjë shfaqje në diçka për traditën shqiptare, për vallën shqiptare, për këngën shqiptare, për kostumet shqiptare? Ne në festat që bëjmë në për qytete, ato janë shumë të interesuar. Edhe vinë na përgëzojnë, na përkrajnë, vinë vallëzojnë me ne, I japin një honë në për gazeta, në për televizione, pra janë shumë të interesuar bile deri në çuditën, janë të afeksionuar me artin shqiptar. Një në aktivitetet më të mëdha janë zonën e Baden-Württembergut, që Baden-Württembergu ka 11 milion banor dhe me qenë në Stuttgartin. Është Sommer Festival që bëhet në Korrik, nga mesi Korrikut, nga 18 Korriku, bëhet një Sommer Festival ku morrin pjesë rreth 78-80 grupe artistike, nga gjithë bota dhe disa janë edhe grupe gjermane. Dhe aty ne shpalosim me shumë krenari, profesionalizëm, vlerat tona kombëtare, kostumografinë, gjithçka. Do me thënë jeni pjesëmarrës edhe ju në atë eveniment. Jemi jo pjesëmarrës, po tash jemi në pjesëmarrësit kryesor, absolut, dhe jemi edhe në forumin e kulturës së Stuttgartit jemi të pranuar. Aty janë me ftesa apo shkoni vetë apo si ka qenë fillimi I kësaj pjesëmarrje? Ju kanë ftuar apo keni pas drejt? Fillimi ka qenë I vështirë sepse do të kalosh për disa site, edhe do të jesh ansambli do të jetë rezident në Stuttgart. Edhe do të kalosh disa site kualifikimi që ne në fillim nuk I kena pas aq shumë vështira, sepse duhet dhe një farë ndërhyrje njoftësie në kuptimin e mirë fjalës që të shkosh sa të paraqitesh se të shohin vlerat e tuaja. Dhe mësonejt tash jemi bën pjesë absolute dhe ato nuk kanë shans me bën asnjë aktivitet, po na thirrën në aktivitete të tjera përveç këtij që është aktiviteti më I madh kulturor në Stuttgart për bashkëpunim me të huaj. Ky ansambël është I përbën nga gjitha trevat shqiptare apo është I pozicionuar kryesisht nga një zonë apo si është gjeografia? Momentalisht po punoj shumë sepse 3 vjet që punova me 3 ansamble paralelisht me shoqatën Kosova, me ansamblin e misionit katolik shqiptar në Gjermani dhe me këtë ansamblin Pavarësia në Stuttgart. Edhe kisha rreth 210 nxënës paralelisht 3 vjet. Tash duke qenë se kam dhe vajzën, shumë punë, loj dhe pata lënë dhe vajzën me misionin katolik dhe tash po merrem shumë me këtë ansamblin Pavarësia në Stuttgart, I cili është në nivele shumë të larta, ka një 70 vallëtar të moshave të ndryshme. I kemi ndarë në 3 grupe, kam grupin, si me thanë, në mendimin tim profesionist, grupin e të rriturve, grupin e vallëtarëve të mesëm, dhe më në janë të veçlit nga 3 vjeç deri në 8-9 vjeç. Do më thënë, ka kërkesa, ka dëshirë që edhe ata, kur ato janë 3 vjeç e 4 vjeç, ata nuk dinë gjë, po prindrit e vet kanë interes që t'i angazhojnë në këtë lloj I sjellin ushtrime, I veshim në përfesta me kostume, bëjnë diçka të thjeshtë për të bukur dhe janë shumë të interesuar prindrit, po mani ju fillon dhe fëmijëve dashuria për vallën, për muzikën, për kostumet, për shqiponjën, janë vlera që mani kultivohen te me natyrë dhe ju futet ajo ndjenja edhe për artin, po edhe për patriotizmin.
Unë besoj se fillimi, si çdo lloj fillimi, do të ketë një çik më i vështirë, pasi shqiptarët në përgjithësi janë një çik si i diskutojnë gjërat, por nuk kanë besim në disa veprimtari, por meqense ju keni krijuar një emër tash më serioz dhe jeni bën të besueshëm, besoj se ato me dashamirësi ju afrohen juve në ansamblet tuaja me moshat ndryshme për të qenë pjesë, pasi kanë pa edhe një farë serioziteti, po nëpërmjet këtyre ansambleve ata duket sikur afrohen edhe më afër me Shqipërinë edhe ndjehen sikur një pjesë të kohës e kalojnë mes shqiptarësh, me shqiptar që duket vetë ndoshta si në vendin e vet, edhe kjo është e rëndësishme që përveç vallës, ata ndoshta në këto takime flasin edhe shqip, edhe gjuha shqipe ruhet edhe konsolidohet edhe trashëgohet edhe në emigracion, apo jo? Mboni një pyetje parë, ana shkalova si pa dashje, që nga çfarë vendesh. Normalisht këtu morën pjesë nga gjithë trojet shqiptare. Kemi shqiptar të Maqedonisë, shqiptar të Shqipërisë, shqiptar të Kosovës, nga jugu, nga veriu, dhe e bukur është se edhe kultivohen valle, ne kultivojmë valle nga gjithë krajinat e Shqipërisë, që nga jugu e deri ke Mollakuqe. Pra, unë që t'jemi mrena gjithë shkaje në vlerat kombëtare, kemi arritur të kemi kostumet të Tiranës, kostumet veriut, kostumet Kosovës, kostumet të jugut, edhe i kemi harmonizu këto gjanat, në të njëjtën mënyrë bëjmë edhe vallet. Një element tjetër i veçantë është se aty ne flasim vetëm shqip me valltarët. Dhe valltarët detyrimisht edhe ato që kanë vështirësi janë detyruar me komuniku shqip me ne, sepse ne kemi pasur të arsyeshme që t'ja zhvillojmë pak edhe gjuhën gjatë punës. Po, shumë drejt. Aktivitetet ku i bani? Keni atë aktivitetet, provat, mësimet, keni ndonjë objekt, keni ndonjë studio, keni ndonjë, si të them, sallë që e keni marrë me qeraja, u ka afruar shteti gjerman apo si? Nga bashkëpunimet me komunën, me forumin e kulturës së Stuttgartit, ato na kanë gjetur një sallë ku çdo të dielën e punojmë 4 orë masditeve me grupet artistike, të vegjël të rriturit. Domethënë ata janë të hapur për të krijuar lehtësira edhe për komunitetet ose emigrantët e vendeve tjera që jetojnë në Gjermani. Po, kur ato i shohin dhe i prekin me dorë dhe me sy aktivitetet tona, normal që na përgjigjen dhe na mbështesin shumë. Po, baza materiale, domethënë vegla muzikore, kostume, gjitha këto gjëra nga mundsohen, keni ble vetë, Po, të gjitha këto kostumografi, në bashkëpunim me mu duke marrë mendimet e mia i blen shoqata, se normal unë do jap mendim për llojin e kostumeve, pas llojit valleve që do mendoj me vull dhe pas jug, Shqipëri mesme, veri, Kosovë, duke nda këto gjona blen dhe kostumet në këtë formë. Po, je koreograf. Do më thënë që ban koreografi, ban edhe valle. Po. Ke valle që i ke bon ti për shembull. Ka disa valle që kam bon, por një në vallet më të spikatuna që kam bon është vallja e Gjergj Kastriotit Skënderbeut, të cilën e kam vënë me misionin katolik, një vallë tepër e vështirë. Në përvjetorin e Gjergj Kastriotit, që ishte shpall viti i Gjergj Kastriotit, dhe bëm një valle jashtëzakonisht mirë, ku kanë marrë pjesë më shumë se 30 vallëtarë të rritur. Dhe ajo valle është një ndër vallet më të mira, sot është gjithçka koreografi e imja dhe vund sken me misionin katolik shqiptar. Atëherë ne në Shqipëri shpesh herë vallet i kemi krahinore, domethënë vallja Kukçit, Pogonishtia, vallja kjo, vallja ajo, vallja kosovare, ku ta di unë do jepja një mendim ose një këshill ose një ide, meqense ti je koreograf dhe je patriot, që në të ardhmen e shpejt, sa të kesh mundësi, nuk e di çfarë kërkon të bësh një valle, domethënë që mund ta qysh vallën Shqipëria, vallën Pavarësia, vallën ku ta di unë diçka tillë që mos i përkasi asnjë treve të veçantë, po të ketë ti përkasi të gjithë Shqipërisë etnike, edhe për te kufive të saj, domethënë në Kosovë, Maqedoni, Preshev, Malzi, Qamëri, ku ta di unë, domethënë të bësh që të ngjelet i diçka, domethënë që të vjen nga emigracioni, do të ishte një shumë e bukur. Nuk e di sa e realizueshme mund të jetë kjo.
të kuptoj mendimin tanë, kam vunë zbatim që vjet, edhe si vjet, une për paraqit në Somër Festival, që është aktiviteti më i madh me Gjermanët dhe me komunën e Stuttgartit që ne bëjmë, ku thash mlidhen rreth 80 grupe performojnë, dhe ne s'kemi drejt ma tepër se 10 minuta, do më thënë, une kam ba një valle, sepse aty nuk duhet me pas valja ndërprerje. Duhet më dhanë nga fillimi deri në fund pa shkut muzika dhe valja. Dhe kam kriju një kolazh valle, ku të paktën ka performancë në momente 2 minuta për shembull me një valle të Çobanit Jugut, 2 minuta është valle e Tiranës, 2 minuta është valle e Tropojës, 2 minuta një valle kosovare, dhe jam mundu të baj këtë që thuti, që do të paraqes këtë rallë, një kolazh vallesh popullore nga gjithë krahinat e Shqipërisë. Me paraqit në një diçka rreth 8 minuta. Po, valja, ka njerëz që kanë qef vallën, ka njerëz që nuk e kanë qef vallën. Ka njerëz që e kanë qef vallën, po nuk ju përshtatet, nuk e kërcejnë ku ta di unë. Tani janë disa që nga që nuk kërcejnë rrinë edhe larg vallës, ata nuk duhen parashikuar sepse nuk bëhen pjesë e vallës. Po në përgjithësi shqiptarët a paraqesin interes aty, se tani vallja nuk është thjesht një vallë, është një traditë, është një trashëgimi, është një kulturë. A duket se paraqesin apo ka edhe nga ato që nuk ju intereson fare, a ka gjan shqiptare apo s'ka gjan shqiptare aty në atë vend? Ka një problem në shumë të madh, që është neve që bëjmë valle në Kurbet, në emigrim, dhe atyre që bëjnë valle në Shqipëri. Për shembull, një koreograf pranë Pallatit Kulturës ose pranë një shoqate private në Shqipëri, shkon te shkollat e mesme dhe i zgjedh ku dojë, për shembull, 10 vajza më të bukura, më elegante, dhe i zgjedh 10 djemt, por edhe me dëshirën e tyre, dhe krijon grupin artistik e fillon punon me ta. Ne kemi krejt ndryshe. Ne ato që na afrojnë dhe na afrojnë shoqat, mundona me çdo kusht me i bën valltar. Mundona me fut gadal dashurinë për artin, me fillu me hedh hapa, me fillu me bëj gjëra të vogla, gradualisht me rrit nivelin e artistik. Kjo është problemi, që kjo është një vështirësi, se do ta marrësh një njeri që ndoshta ka dëshirë, ka rast të fëmijë edhe s'kan dëshirë, po ma vonë ju vjet dëshira, dhe ti do punosh me ta me çdo kusht me kthy në një valltar që të promovojnë skenë. Sa janë në zonë ku rriti gjerë, sa janë të integruar shqiptarët në Gjermani? A janë të integruar goxha apo ka një hendek midis gjermanëve dhe shqiptarëve? Edhe a mund të ndodhi që sa më shumë të integrohen në një vend, ata aq më shumë largohen nga tradita, nga zakonet dhe kultura e vet, kultura shqiptare në këtë rast? Në Baden-Württemberg këtu janë rreth 300.000 shqiptar, po 60.000 janë shqiptar Shqipërisë, ja 200.000 do të jenë shqiptar të Maqedonisë edhe të Kosovës, pra gjithsej jemi rreth 300.000 shqiptar. Është vendi që ka më shumë shqiptar, landi që ka më shumë shqiptar në Gjermani. A janë deri diku edhe në harmoni, jo gjithmonë dhe jo gjithë kuptohet, edhe a janë me atë mentalitetin se ose se ka disa shqiptarë që mund ka rastisë që shkojnë diku jashtë dhe i duket sikur duhen ta mohojnë nga një herë identitetin, nuk e di, nuk kanë besim te vetja, nuk e di, sepse shqiptarët a prezantohen si shqiptarë në Gjermani apo mundohen ta mohojnë? Jo, përgjithsisht nuk kanë komplekse, prezantohen si shqiptarë. Ka plot që kanë përparu shumë në biznese të mëdhaja, mesme, ka plot që kanë punu me shqiptarë dhe i kanë punëtor, kanë me qindra punëtor shqiptarë. Përgjithsisht komuniteti është i shnosh, është i bashkuar, e festohen në mënyrë rregullisht. Gjithë institucionet që janë shoqatat, për shembull, misioni katolik, misioni islam, konsulata e Kosovës, se këtu s'ka konsulat Shqipërisë, të gjithë promovojnë së bashku, bëjnë festa, festohet festa pavarësisë Shqipërisë, pra festa flamurë dhe festa pavarësisë Kosovës, edhe marrin pjesë gjithë, shkojnë ke njëna tjetra. Por unë në këtë kontekst, këtyne kryetarëve të shoqatave, ju kam hedhur
ide që është tash një vit në përpunim dhe gati po bie dakord që të lamë një dita shqiptarëve në Baden-Württemberg në Stuttgart dhe të parakalojmë një lloj sikur e bën New York. Parakalojmë me mira shqiptarë me kostume kombëtare, me flamuj dhe të nihet si dita shqiptarëve. Ideja është e bukur, shpresoj ta realizoni. Meqense gjithë institucionet, gjithë shoqatat. A ka shumë shoqata në Gjermani? Ka shumë. Jo në Gjermani, po edhe në Baden-Württemberg ka një 30 shoqata. Po mirë tani këto që bëjmë diçka. Këto shoqatat janë me të vërtetë patriotike apo disa janë shoqata thjesht për më marrë në një nga shteti apo në një pjesë e madhe janë shoqata që kontribuojnë, që krijojnë, dikush preferohet krijon një kurs të gjuhës shqipe, se tash kanë filluar me këtë temë në shkolla shqipe. Në vërtetë shkolla është një gjë shumë e madhe, po kursi të gjuhës shqipe unë i quaj. Dikush bën një grup artistik kur ka mundësi, po përgjithsisht 70% janë mbi bazat mira kulturore. Ndërsa një 30% është normal, është që janë individ që mundohen mi përdor për të rritë emrin e vet, mendojnë se duke pas një emër shoqate rrisin dhe personalitetin e vet janë ka edhe kështu tek tuk. Tani unë ndoqa pak kohë më parë një aktivitet që ishit ndër organizatorët apo organizatori, nuk e di do të na thush, kur u festu pavarësia e Kosovës. Në atë kohë bilet kam pas edhe unë një ftesë dhe ju falenderoj për ftesën, por e kisha totalisht pa mundur me ardhë. Çfarë u bën atë? Si ishte organizimi dhe cili ishte roli i këtij ansambli? Edhe a pat njerëz edhe nga Shqipëria apo vetëm thjesht ato që ishin dhe Kosova apo vetëm nga ata që jetojnë në zonën e Stuttgartit? Festimet e pavarësisë ishin të Kosovës, ishin të shkëlqyera ashtu siç i bën madhështorë dhe festimet e pavarësisë së Shqipërisë, festimet e flamurit. Aty ishin rreth 600 veta, sa smerte mosalla. Në atë fest e organizon ansambli Shqiponja në Stuttgart, është një shoqatë e madhe, një vatër kulturore që ka emrin ansambli Shqiponja dhe mbahet, domethënë gjithë përkushtimin e saj kjo shoqatë ka te ansambli i valleve dhe me promovu sa më shumë me kultivu të trit edhe me promovu të huajt, por edhe të shqiptarët, këto valle të bukura, këto kostume të bukura shqiptare. Edhe pra është ansambli Shqiponja që e bani këtë aktivitet. Mirë po me këmbguljen time, por edhe me dëshirën e madhe të atyne, ato thirrën Kuvenin e Veriut që të prezantojë lahutën përmes një këngë me lahutën, të prezantojë lahutën shqiptare që fitoi në UNESCO. Dhe ishin përfaqësues të Kuvenit të Veriut aty, Blerta Gazideti dhe Zef Gjonaj, dhe u promovu në mënyrën më të shkëlqyer lahuta Malësisë. Festimet ishin madhështore, erdhi edhe ishte edhe kryetari i Bashkisë Mirdit, i cili ngeli shumë i befasum nga kusmodja, por edhe nga ai motivimi i fortë i njerëzve, por edhe nga shfaqja spektakolare e ansamblit. Ishte diçka shumë e bukur dhe më tha mu, megjithëse jetoj në Mirdit, tha kam një rreth të madh me mira njerëz, po nuk arrit bëj aktivitete madhështore, tha kam ngel shumë i emocionuar, a kupton? Meqense na përmend pak se pyetje tjetër po ta ndërmend, po pyetje tjetër më doli. Tha që erdhi kryetari i Bashkisë Mirditës, zoti Albert Melyushi. Unë e pash kam pa në Facebook të reklamuar, domethënë status edhe nga Bashkia Mirdit dhe personalisht nga Albert Melyushi, po edhe ju aty u morën një certifikat mirënjohje nga Albert Melyushi, kryetari i Bashkisë, në emër të Bashkisë Mirditës dhe në emër të Mirditës. Për çfarë motivacioni ishte kjo certifikat dhe si nuk deshta shumë ta përmend sepse jo ta përmenda unë, nuk pa përmend ti. Duket i dopt kur përmend punë të veta dhe ndoshta edhe meritat e veta. Unë ti nuk e përmend, ti përmende Bertin, përmende Mirditën, përmende Bashkinë, përmende Kuvenin e Veriut, përmende këto, nuk përmende certifikat. Certifikatin e përmenda unë, se unë e pata ma vonë si pyetje, po meqense hym në këtë pjesë të asaj, po të pyes tani ta dim çfarë ishte ajo certifikat dhe
për çfarë motivacioni? Unë ndjeva shumë i emocionum, sepse ato befasisht kishin mendu, kryetari i Bashkisë Mirdit, kishte mendu duke kontaktu një nga këto të Kuvendit Veriut dhe kishte mendu që me ruktu dhe ai këtu për këtë flet nderi që më dha mu, me motivacionin për punën e mirë me ansambli Mirdita për shumë vite, por dhe punën e mirë në diasporë, si në Itali, në Gjermani dhe në Zvicër, me qindra fëmijë shqiptar në promovimin e artit, kulturës dhe sidomos të vallës shqiptare, vallës popullore. Domethënë ishte një surprizë, nuk e di se çfarë do të ndodhte. Ishte një surprizë shumë interesante, bile në ato momente unë gjova shumë i emocionum, sepse kur të vlerësojnë njerëz nga vendi i origjinës, është një vlerësim i dy fisht, si më thënë. Tani Gjergj, unë me qenë se jemi në bisedë bashkë, nuk kam nevojë me të bëjë shefin, por besoj se ajo certifikat mirënjohje është plotësisht e merituar, duke pa kontributin tanë që ke ndër vite në të gjitha fushat, por mbi të gjitha në ata patriotik dhe kulturor që meriton respekt dhe mirënjohje vetëm me certifikat, por edhe nga ne që të njohim. Tani, kjo shoqata që kishin fjalën për takimin që u bën për atë shfaqjen se festimin e pavarësisë të Kosovës, ajo shoqata, ai ansambli që ishte aty, a paguhen ato apo ishin janë vullnetar dhe performojnë në respekt të kombit, në respekt të traditës, të kulturës, të rrobës që veshin? Ato janë vallëtar që shoqata përmes meje si koreograf i përgatit dhe i ban talenta në fushën e artit, por edhe ju blen kostumet dhe ato vetëm se i bien familjet dhe nuk paguajnë asnjë gjë përveç një kotizacion të vogël vjetor që paguajnë familjet i papërfillshëm, kurse të gjitha investimet i ban shoqata për to. Domethënë vetë vallëtarët themunën nuk është se absolutisht nuk paguajnë asnjë gjë. Jo, a paguhen thash, vetë, ato ai pagu kush vallëtarët? As nuk paguhen, as paguhen. Vallëtarët vinë të mësojnë vallën popullore shqiptare, gjitha shpenzimet për kostumografi, për muzikë, për sala i shoqata. Ato janë gjëna të tjera, unë thash vallëtarët, dhe nuk ta bëna këtë pa qëllim këtë pyetje, sepse shohim kryesisht për shembull në festën e pavarësisë Shqipërisë së Kosovës ose në festa të tjera që janë kombëtare, shohim këto këngëtarë shqiptarë që shpërndahen si zogjë në përbot, edhe duke vesh kostume shqiptare, duke me flamuj, e duke na u paraqit si shumë patriota, po në fundit, me qenë sa është rast festash dhe ka shumë kërkesa, ata në vend që të vinë paktën në ditën e pavarësisë, ndoshta dakor dikush po them t'ja u paguje biletën, por ata vinë me pazare goxha të kripura. Prandaj thash unë më duket sikur emigranti ndoshta e ka atë patriotizmin origjinal, ndërsa këto të tjerë kanë patriotizmin, besoj që sepse kur e shfrytëzon patriotizmin ditën patriotike përpara, besoj që nuk është patriotizëm i vërtet, është një patriotizëm falso, thjesht për ta shfrytëzuar për më marr parë. Dhe unë më thënë drejtën me neveritën, ato janë punë e vet, po flas me neveritet kontrasti midis asaj që ti shitesh patriot për shembull, me flamure me gjitha, edhe në fund në ana tjetër ke bën një pazar goxha të kripur për me marr lek. Si e shef ti në rolin e artistit? Na kanë artistët detyrime ndonjëherë ndaj kombit apo thjesht vetëm detyrime personale, detyrime ndaj parës? Është shpesh e kam diskutuar dhe në rrethe shoqërore që këto këngëtarët që mohen edhe si patriot, shpesh hiqen si patriot, këto vinë në për festa dhe marrin shumë të mëdhaja parësh, 5.000, 7.000, 10.000, ka që kërkojnë 13.000, që vinë e kënojnë 2 orë aty, bile shpesh herë dhe me playback, edhe hikin punë vetë hypin avionit. Mirë që e bëjnë këtë punë është donatja tyne, por për menimin tim, po tishin sa do pak adhëtar, mujnë në nëndorit qa festa flamurit dhe mujnë në shkurtit qa festa pavarësisë Kosovës, ato do të punojnë me çmime shumë të ulta, me çmime gjysmë çmime sepse dhe ato do të japin pak. Nuk je asnjëherë patriot dhe adhëtar nëse s'jep ti pra dheun tanë, nëse s'kontribon pra dheun tanë. Parton kanë dhënë deri në jetën, janë më sublimet njeriu të kanë dhënë pra dheun.
E ne të paktën këto zona pak shumë më të vogla do t'i japim. Prandaj edhe mu mban përshtypje kjo lloj hipokrizie, po ne në këtë botë jetojmë, botën e hipokrizisë, në botën e martrimit, në botën e interesit. Gjergj, tani duke qenë njëri i artit, që merresh goxha me art atje, patjetër që besoj se instinktivisht, se ndoshta unë kam një çikman ndryshe sepse arti nuk është ai hobi im, ndoshta nuk është pasioni im, nuk jam i lidhur aq shumë me artin, kështu që edhe duke mos qenë i lidhur, ndoshta nuk e hedh shumë veshën dhe syrin. Nga Shqipëria ai hedh syrin ndonjëherë, ai ndjek situatën për artin, a ka art, a ka kulturë, a ka folklor, apo sa shqiptarët sa kanë kafenet edhe Big Brotherin të tjerat i kanë lënë harres. Me thënë drejtën, e thom me dhimbje se tash në këto kohë moderne arti don investim. Dhe të investosh duhet të investosh pikërisht në ansamblet e rrethave, sepse normal ansambli i shtetit atjetër zon, po duhet të investosh kudo në ansamblet e rrethave që të marrë gjallë folklorit, të marrë gjallë motivet e rrethave edhe ansamblet e krahinave. Këtu investohet fare pak, si me thënë, në mënyrën më absolute, unë marrë për shembull ansambli Mirdita që shkoj shpesh e kontaktoj me to, investimi është qesharak në Mirdit, do me thënë janë investu rreth 100.000 euro për të rregullu veç pallatin e kulturës me lyje, me pastru, me bë do punime të vogla mrena jashtë. Ndërsa kjo për 15 vjet, për 14 vjet që tash s'do të futen shumë kjo politika, apo që është në pushtet Partia Socialiste, ndërsa pash një ashuke kishësit i Ministrisë Kulturës që në një bashki të vogël shqiptare, që është bashkia Gjirokastër, nuk është aq e madhe, janë investuar 26 milion euro. Vetëm për 3 vjet. Pra diferenca është me 1000 fish më shumë, pra prioritetet e qeveritarëve janë aty ku nga ato janë, që s'ka qenë Kumbaro për shembull. Gjirokastra ka nxjerr komunistat më të mëdhej të Shqipërisë, duke filluar më i madhi Enver Hoxha, kështu që aty këto që janë në pushtet që kanë origjinën ndoshta e lidhin me ata u takon që të bëjnë diçka për vete. Po, Mirdita ka një ansambël momentalisht edhe ka shumë vite më të mirë se Gjirokastra. Po pra, sepse ata e bajnë me pasion ndoshta Mirdit, ndërsa atje e bajnë gjithçka, bajnë për parë ose për të marrë parë ose për të justifikuar ndonjë vjedhje se 26 milion euro, domethënë ai 26 milion euro ishin. Po. Ajo është shumë e madhe, kishin bërë rrugë, po ndoshta ato i përdoren gjëra si fonde për gjëra të ndryshme, por pastaj i vjedhin nëse bajnë ndonjë aktivitet. Zonja Kumbaro është vetë Gjirokastrite, kjo parasysh ti. Ajo me pa edhe sitet që reklamon në për rrjetet sociale të saj, gjithmonë reklamon ato, Gjirokastër, në zonën e në për foto, në për gjana, kështu që është. Edhe nuk e kanë problem edhe me shprehat lokalizmin që kanë. Ne nuk kërkojmë dot nga njerëz se sot pavarësisht janë nivele më të larta të pushtetit me logjikën e tyre dhe me intelektin e tyre më shumë janë qashtë hiç, më shumë janë bën meme se kanë bën ndonjë gjë për të mbajtur mend për mirë. Po janë më shumë njerëz i tallen me ata edhe me bamat e tyre sepse aq din ato, jo se nuk din, po ato ndoshta kaq duan me bë, sepse nuk bëhen edhe me vjedh lek edhe me bë punë. O njëna o tjetra, po bën e punë s'ke ku me vjedh lek se shpenzon për punën. Po nuk bën e punë do t'i vjedhësh lekët edhe kaq. Por unë them për shkak që shqiptarët duke pakën duke e marrë veten si atë dashë si nacionalista, unë them sikur dikur që thoshim hajde luajm futboll, kush ishte që flit topi. Dikush tjetër hajde bëjmë këtë punë, kush ishte që flit i këtij hobi tjetër. Me luaj sha, me luaj leta kur e di. Edhe këto që kanë shef hobi vallën, edhe këto duhet mlidhen. Ora me rrobat e veta thjesht me kalu një masditit kanë shmani të shtuna një diell, prandaj them unë që në këtë aspekt duket se kur interesi ka rashë, se u bën shumë kafe në Shqipëri, njerëzit tash nuk merren më as me sport, as me art, as me kulturë, as me gjë, veç me kafe, edhe me Big Brother. Më duket se e kanë gjetë veten shqiptarët rehat. Tani më duket duke pas parasysh, ja për shembull, po marrim pjesën me çse diskutojmë me ty, pjesën e Stuttgartit, për shembull, aty ka shqiptar që vazhdimisht me pasion, me dashuri
për kulturën e artit, merren me aktivitete, organizojnë aktivitete, përgatiten për aktivitete, se domethënë që ti shkon në një aktivitet pa bën prova, mësoni valle të reja, mësoni breza të ri, domethënë që në një farë forme duket sikur e kanë një çik të karikuar këtë punë e morrjes me art edhe me kulturë, me trashëgimi, përveç punëve që janë detyruar me bë, sepse duhet edhe të punojnë se për atë punë kanë shku. Ndërsa nuk e di, a më duket mua po në Shqipëri po promovohet më shumë degenerim në vend të promovimit të këtyre vlerave, edhe kur promovon degenerim, je edhe kundër familjes, në vend që të promovohet familja, mbrojtja e familjes, në vend që të promovohen vlera, në vend që të promovohet kulturë, patriotizëm, në Shqipëri më duket se po promovohet degenerimi, se ky në fakt shet më shumë, edhe gjithçka bëhen në Shqipëri bëhet përshitje, pra një televizor për shembull kombëtar, jep më mirë jep një Big Brother që është degenerim se sa jep një teatr apo një koncerta, nuk e di, jep diçka për kulturën, për traditën, sepse këto nuk i shef kush duket, ndërsa Big Brother në shohin, edhe aty më duket se ka edhe fitesë më të madhe. Pra nga kjo shqiptarët kanë hik nga qëllimi, nga agjenda, për truj veten, për truj familjen, për truj kombin, po thjesht shkojnë aty ku ka parë, ku jepet parja, ku fitohet parja. Më duket pak sa sikur kemi devijuar nga rruga e Zotit, më lësh apo janë gabim? Po janë shumë gjëra që po bëhen në mënyrë që s'kan lidhje as me artin, as me kulturën, as me folkun. Por janë degenerim i pasur, tani ka fitu Big Brotherin. Unë nuk e kam pa, apo më doli në Facebook, se s'kam lyp mendshme po. Një vajzë se nuk di kush është një nën Terezës, a kupton? Ose nuk di se sa vite ka një shekull. Se s'po themi për gjëra të tjera pastaj. Edhe nuk di kush është mali më i lartë në Shqipëri. Pra janë këto njerëz që na e quajnë VIP, apo në fakt as rripas janë, këto njerëz po promovojnë, do të bëhen shembull, nesër e ke të gjithë domethënë e kanë mendin me bëhen ose si ajo. Sepse thonë, ore, ignorante po mori 100.000 euro. Pra kjo lloj promovimi është gabim, sepse i demoralizon njerëzit tjerë që kanë diçka me bën, kanë diçka me thënë. Ndoshta Gjergj Lleshi thotë unë do të organizoj një shfaqje me ansamblin tim. Jo, thotë ai po s'e shkoj me pa Gjergjin, unë thotë pse shkoj unë do me pa Big Brotherin, aty rrifën, aty shahan, aty ku ta di unë, nuk e di. Gjergj, çfarë mendimi ke për atë situatë në Shqipëri momentalisht? Shoqëria shqiptare, me thënë të drejtën, me dorë zemër, me gjunaf, është një moment të vështirë shoqëria shqiptare, si pjesa politike, si pjesa e politikës që a degeneru komplet, si pjesa e ekonomisë që shohim ku ka ra, por dhe ana kulturore, dashuria, respekti mes njerëzve. Ka një falsitet tek njerëzit që kanë kryer shkolla, siç e pam tek Big Brotheri, i tjetri ka marrë shkollën e lartë, nuk di sa vjet ka një shekull, ose s'di kush anon Tereza, apo Gjergj Fishta, e thotë ka marrë shkollën e lartë. A kupton ku ka këto gjëra? Janë disnivele shumë të mëdha. Unë pash për shembull një video, shfarës po shifsha një video, në një dasëm, 8 nuse mirditore me tupana. Në mirdit në radhë parë s'ka qenë, nuk kam asgjë me tupanin unë si vegël. Në mirdit s'ka qenë kur përdor tupani e para. E dyta, nuk i ka femna kur tupani, as Shqipëri kur. E të shina zerrin sa gjona që s'kan lidhje me artin as me kulturën, e degenerojnë gjithçka, sepse më duket ato gocat se pyeta unë, ato ju japin ka 50-60 euro për tupan. Edhe aty fitojnë më shumë. A kupton? Po, e kuptoj. Domethënë edhe ata e bajnë çdo gjë që bajnë jo për art, po bajnë për atë 50 euroshin edhe për 60 euroshin, edhe duke deformuar shfaqjen. Se siç tham, diskene as i gjë me tupon, si tuponin shqiptarë, por nuk i përshtatet mirdis për shembull. Tropoja si përshtatet i shkon bile, unë them që tropoja pa tupon duket se është pa kurrë, domethënë duket shumë e varfër. Në shkon. Po pra. Sepse më që ato nuk e kanë duket e varfër, pra unë e pëlqej aty ku shkon, aty ku ban, po aty ku nuk ban. Nuk duhen bë deformime të tilla thjesht për biznes. O Gjergj, po ti tha se duhen investime, duhen gjëra për sa i përket artit, po them unë tani edhe për sportin, edhe për gjithçka duhen investime. Tani
Këto investimet faktikisht i ban deri diku, i ban shteti, i ban qeveria, i ban politika. Nëse keni politik që orientohet drejt këtyre gjërave, patjetër që edhe para do të jepen më me shumicë, në vend që të jepen për gjëra koti, do të jepen parat aty, edhe do të punohet, edhe do të promovohet, edhe do të trashëgohet gjithçka. Si e shef këtë nga Gjermania, këtë qeveri shqiptare, këtë politik, në të gjitha aspektet, domethënë qoftë shpenzimet për artin, qoftë shpenzimet për kulturën, qoftë shpenzimet për librin, qoftë shpenzimet për filmin, ku ta diun, domethënë që a duket se ka angazhim apo duket se i ka shumëzuar me zero, edhe as nuk e ka problem fare se a merret kush me këtë punë, a nuk e ka problem fare a do të ketë më kostume kombëtare mas 50 vjeç, se ndoshta këto nuk janë më gjallë mas 50 vjeç, ose ne nuk jemi më gjallë, po dikush tjetër që do të jetë, duhet i ketë, duhet i trashëgoje. Domethënë duket sikur këto ne do të bëna ne në Shqipëri një ditë, si nuk e dim çka kemi pas nga kemi origjinën dhe çka kemi në origjinë. Do të bëna se janë të munduar me provë dhe raca të tjera, besoj si do të na përzin, edhe do të asimilohna komplet. Edhe ne do të bile do të fillojnë brezat tonë që të njekin kulturën e atij, ku ta diun Bangladesha, Pakistana, Indi nga janë tipur njerëzit. Në shoqëria shqiptare në politikë është shumë e polarizuar. Ka o me Salën o me Edin. Duke qenë e polarizuar, Partia Socialiste, kur mori pushtetin, futi edhe këto patronazhistat, që kanë qenë në një lloj si spionët e Partisë Punës, me të regjistru, me të bë, me të kthy. Edhe duke patur ti kush ka rezultati. Rezultati është shumë i qartë. Nuk mund të futesh ti në asnjë drejtori, në asnjë dikaster në punë, po s'qe, as pastrus, po s'qe o patronazhist o socialist. Atëherë si do ta zhvillojnë këto vendin, artin, po themi në këtë rast. Shifti çfarë bëhet në gjitha dikasteret, diskutohet për një korrupsion të jashtëzakonshëm në gjitha drejtoritë, në gjitha ministritë, deri te policia. Policia lidhur me krimin, policia konspiron kur vin të hujt me kërku kriminala, domethënë shteti ka marrë një formë të tillë që po humb të gjithë elementet e vet, kur humbet drejtësia, ka ngel veç një element në kom, po dha 80% e ka ble, ka ngel në media, por në media 80% e ka ble. Edhe të shik kjo, normal që dështimi është i padiskutueshëm, ka plas një korrupsion gjithë anë, këtu s'është më puna e majtë e djathtë. Këtu është një qeveri që konstatume kudo e lidhur me botën e krimit që vjedh në çdo sektor. Dhe shqiptarët do të jenë më të lexueshëm në këtë drejtim, do ta lexojnë mirë gjendjen, sepse ne jemi borzli, sidomos mosha ime 60-at e sipër, janë borzli brezave, janë borzli fëmijëve dhe nipëve të mi, sepse na pranum 2 diktatura. Sepse kjo po shkon drejt një diktature dhe një kom që pranon 2 diktatura është drejt zhdukjes. Nuk ka më problemi ta marrë Sala, ta marrë Ilirja, ta marrë ky tjetri. Ore ta marrë një grup, ta marrë kush doje. Po këto që kanë tepruar me gjitha gjanat, tash duhet lëshojnë vendin. Po, është vërtet sepse këto, unë kam thënë një gjë, në biseda me njerëz për shembull. Nëse ti vjen një kriminal në pushtet, se në përgjithësi, për shembull, ministrat gati gjithë, kryetarët e bashkive pothuajse gjithë, janë në një investigim nga prokuroria, nga ku ta diu, nga organet e drejtësisë. Tani, nëse vjen një hajdut në kryet një bashkie, e keqja e parë është që ai të vjedh. Domethënë, derisa të vjedh, ai buxhetin e shtetit, ai e fut në xhep vet edhe nuk prodhon asgjë, nuk ndërton asgjë. Po e dyta, këto lloj njerëzish edhe nuk din. Domethënë ai e kthen funksionimin për shembull të bashkisë tek interesi vet vjedhja. Pra ai nuk di se po se ka ide më gjerë se çfarë do të bëjë një kryetar bashkie. Ai nuk e di se kryetari i bashkisë duhet mendojë për infrastrukturën, duhet mendojë për biznesin, duhet mendojë për qytetarin, domethënë ti bajnë rrugën, ti bajnë shkollën, ti bajnë në pallatin e kulturës, ku ta diun, ata nuk i din këto sepse nuk kanë qenë pjesë asnjëherë. Domethënë një kryetar bashkie që thonë për shembull që mund të ketë qenë shitz droge bi fjala në Itali apo marr me prostitucion. Ai si do ta dije se duhet rruga, se duhet ura, se duhet shkolla, se duhet, pra ata edhe nuk din,
Po edhe misioni i tyre është vjedhja, edhe kjo ka qenë një deficit i madh, edhe problemi më i madh i shqiptarëve që pare kanë qarkulluar, po punë të mira nuk kanë bën sepse punët e mira janë mbjedh. Atë kujtohet që tha italiani, i shqiptari që punoj me italianin në Itali, edhe i tha italiani jam i pasur, po si u bën i pasur, tha po unë tha kur bëj rrugën asfaltin tha, i vjen nga gjysmë centimi tha, më të dion te rrugës. Tha dhe nuk bjem sy, tha nuk duket, tha dhe unë kam fituar lek boll. Ky shqiptari dikur që punonte me ata, u bën si për Mars. Edhe ftoi nga Italia, i tha hajde në Shqipëri tha. Ha, tha ky, a shef tha turën tha mes dy moleve? Jo tha nuk e shoh. Po tha që nuk e shef, s'ke si me pa, tha se a më gjeptim, domethënë italiani ja vidhe nga gjysmë centimi, ndërsa shqiptari e vidhe këtë edhe nuk muat e fare asnjë punë. Pra kjo është harbutëri më gjash, mirë na ndurt ku kemi ra. Po të marr një shembull, shifti këto kongreset, samitet e diasporës. U bën tash samiti i katërt i diasporës. Apo të në ftesë janë. Kam 29 vjet që kontriboj familjarisht. Kam kalu mbi 20 grupe artistike, i kam unit vetë. Kam kalu mbi 2000 fëmijë shqiptarë të ju mësu vallën popullore, të ju nxjerr me kostume, të promovu me to. E din konsulata, e din ambasada këtu, e din dhe ambasada në Itali. Njohin një pjesë e madhe shqiptarëve për punën tim, aktivitetin tim. Asnjëherë s'u thirra. Sepse unë jam i djathtë. Duhet thirr njerëzit e maj, duhet thirr patronazhistat. A më kupton? Po, nuk duhet thirr ato që bëjnë punë. Po nuk ka problemi im, si gjesh. Dakor, mund të më harrosh, mund të mos çdo më vlerësu. Po janë mira si puna ime, shumë më të zot se unë, që kanë biznese me qindra miliona euro, që marrin ka 2000 shqiptar punë, që kanë a kupton, e kontribojnë në këto zona dhe si kanë thirr. Po ka ne nuk do ta marrim kaq seriozisht këtë punë, sa nuk u bë, ai u bë thjesht një fasad, një reklam gjase qeveria po bani diçka, sa ato s'kan interes fare as për diasporën, ato në pasin në interes veç mu hongër në gjë, po jo në interes promovimi. Po ti që kontribon në lodrën në zonin në çdo vend për shqiptari, a thirrën ty? Jo, më nuk më thirrën, po shëshir si nuk më thirrën, se edhe më pa thirrën s'kishim shkuar, po. Asu nuk ishim shku, se e di se sa u formua ty, ku i shërbej ai grumbullim njerëzish. Por të shi, unë e shoh çdo gjë është mbi baza miqësie, mbi baza politike, mbi baza, më vjen shumë keq që ka përfunuar dhe u hyn kështu në këtë formë. Po mirë që është tani ka përfunduar në këtë formë kjo politikë mizerabël, domethënë, kjo politikë e poshtër. I thonë 12 vjet dhe jo 13 bani, edhe ka edhe 3 tjera. Kemi hyrë 14. Po, kemi hyrë 14, domethënë si mandat, domethënë i takon me shku 16 nëse nuk ndodhen në një gjë, domethënë e mbi natyrshme. Tani shqiptarët, se shiko tani gjërë si janë puna. Shqiptarët kanë filluar me thanë që ore nuk ka ngel kush në Shqipëri edhe nuk kemi sa mi bë Edi Ramës. Po kur jetë puna për plazh, kur jetë puna për dasma, kur jetë puna për fejesa, kur jetë puna për kafe, për gjona, i kanë njerëzit plot mërgjesh. Ku janë të njerëz? Pse mohen qanin e vet në Shqipëri? Pra thjesht nuk duan, edhe për të justifikuar veten se nuk mundën, thonë jo po nuk ka njerëz me Rzu Ramën. Tani dakor, kjo pjesë ato janë, po nuk përzihen se ndoshta nuk ja u ka akumush kush menën se po punon kush për to. Tani e lam këtë pjesën e kësaj se çamë nuk ke një gjë me Edi Ramën, domethënë nyhesh duke ja përmendën në kësaj qeverie. Po kjo pjesa tjetër më thonë do të ishte angazhu pak më ndryshi, do të ishte si ta di unë, thirr njerëzit me bën njerëzit për veti me kryen një farfryme, çfarë do të kishte bën? Edhe jo vetëm partia, se partia dhe opozita po s'pat njerëzit s'kan çfarë me bën, po në bashkëpunim me njerëzit, a do të kishte bën diçka më mirë? Ka një problem të madh, se në Shqipëri janë 2 milion veta, pak a shumë, ndërsa në diasporë janë 3 milion e gjys vetëm nga Shqipërisë. Dhe në qoftë se votohet në diasporë, i tokon se erën 2 deputete të Partisë Demokratike janë të në Stuttgart para një viti, edhe i thash ore, sa shkon një deputet? Ati ku ke 7.000 vota, 8.000 vota. Po mirë, thash, si ka mundësi, thash, se s'ka asnjë diasporës deputet? Se ka shumë që mund t'i mbledhin edhe 15.000 vota në diasporë. Ja, po tha, po më bon ashtu, tha, bon shumicë diaspora. Me xhelozi.
A kupton ti, sa çështje xhelozie, po ato e kanë të ngulitur që diasporën e kemi me vete, me na brohorit, me na prit në për vizita, me na dhën votën, por nuk as e mojta se djatha, as një gjë zero e kanë për diasporën. Punën me diasporën e kanë vetëm çështje teorike, idesh. Asnjë lidhje faktike nuk ka. Do më thënë mendojnë se shqiptarët, mendojnë se shqiptarët, politikanë shqiptarë mendojnë se ato janë të zot, ato duhet ta bëjnë politikën, ndërsa diaspora sipas mendimin tim nuk din me bën politikë, din me bën vetëm punë, me pronë një lek edhe me dhënë një votë, kaq. Domethënë, kaq din me bën diaspora sipas perceptimit atyne. Prandaj besoj që edhe kjo pjesa tjetër e opozitës që kërkon pushtetin i kanë një çik larg besoj diasporës, edhe këto nuk më marr mendjen që kanë bën një punë të madhe, meqense nga nënon thonë kanë hik njerëzit edhe nuk po mundohen fare t'i afrohen. Edhe ajo që tha Gjergj, ata se diaspora ka shumë njerëz të aftë, shumë njerëz të shkolluar, shumë njerëz menaxhera, shumë njerëz që kanë punuar, kanë dhënë prova në vendet e zhvilluara. Po në Shqipëri nuk ja afrojnë se kanë frikë, se më duket se këto që janë nuk njihen shumë nga politika, po merren me punë edhe prandaj nuk i duan me vete. Tash ka një problem që diaspora, Shqipëria thotë do shkojmë në Europë, apo jo? Po diaspora është pjesa integrume e Europës. Është pjesa që është Europë, a pjesa që është Amerikë, apo jo? Po. Ato e shohin në një sy krejt në ryshe diasporën. Edhe tash unë mendoj, bile baj thirrje këtu në radion tuaj, Windows Radio, që të mendojmë të hedhim themelet për një kuvend të fuqishëm të diasporës që ta mbaje vetë diaspora. Një kuvend të diasporës ku mos nikohet as nga Rama, as nga Berisha, as nga Meta, as nga Sheu, as nga Kurkush. Një kuvend të diasporës që ta mbaje diaspora. Dhe të mendojnë, ata bajnë një revolucion në Shqipëri, ata lëm një javë të shkojmë gjithë diaspora në Shqipëri dhe të kërkojmë të zhduken të politikanë nga pushteti, të ndroje ky sistem që kam përthyr gjithçka për gryke. E kuptoj, a shumë e saktë, edhe prandaj njerëzit mundohen me marrë larg diasporën të gjitha anët politike, sepse kanë frikë se nëse diaspora e merr seriozisht, diaspora do të bëjë ndryshimin. Edhe ata nuk e duan ndryshimin, se në momente kur fillon ndryshimi, ata të gjithë 100% ngelen jashtë sepse janë të paaftë. Po meqense tha kuvendin e diasporës, me datën 27 shtator, të kemi parë si protagonist në mbledhjen e kuvendit Veriut në Rrëshën. Po, për çfarë mbledh ky kuvend dhe cilat ishin pikat kryesore që paraqiti ky kuvend dhe mbas opinioneve se kishte opinione kuvendi i Veriut. Tani flasim për kuvendin e diasporës. Ka kuvend kombëtar, domethënë ky kuvend i Veriut a duket se i la jashtë të pjesë tjera apo ishte vetëm një fillim për më shku ke kuvendi i madh. Ku ta diun se si mund na japish një informacion lidhe me këtë. Në kuvendin e Veriut platforma kryesore ishte bashkimi kombëtar dhe diskriminimi që kjo qeveri ka bë Veriut. Diskriminimi është absolut, nëse do ta jap dhe me fakte, konkretisht për vitin që jemi mrena, nga 100% e buxhetit shtetit, vetëm 3% janë planifikuar për Veriun. Nëse do me ditë për punën e diskriminimit. Nëse do me ditë jap dhe 2 fakte tjera për diskriminimin. Rruga nga Miloti në Balltërë, që shkon për Shkodër, bën 6 shtator në verë. Pse? E nuk e bën këtë rrugë a diti. Sepse duan që Kosova të vinjet kalojë ka Durrës si ka Jugu ne dhe Veriu të ngjelet me luk bosh. Autostrada Milot Rrëshën pse nuk bëhet? Pse nuk bëhet tash 14 vjet që thanë do të bëhet? Pse s'bëhet me 4 kursi sigurisht gjithë auto? Pse nuk bëhet? Pra janë disa gjëra që nuk po hyjmë atje manej që ju kanë dhënë disa firmave private që në fakt nuk janë amerikanë, por janë do privat lidhur me politikanë. Ju kanë dhënë me bë hidrocentralin në Dibër me përmys 43 fshatra. Djepi i Veriut Shkodra është në gjendje të mjerueshme e tjera. Pra piknisja ka qenë kjo që ka një diskreditim në buxhet absolut në infrastrukturë në veri, dhe kjo është e vërteta kryesore. Mani ka qenë pika bashkimit kombëtar, mani është edhe një pikë tjetër që këto bit e bllokmenëve dhe të komunistave nuk do të na qeverisin masë, mjaft na lodhën tash 80 sa vjet.
e vërtet, po pika kryesore e Bashkimit Kombëtar, het poshtë besoj edhe ato fjalë që mund ishte për Ne në sharf. programin tonë që Kuveni i Veriut kena pas që edhe në Kuvenin e Veriut kanë ardhur nga Shkupi, kanë ardhur nga Lugina Preshevës, kanë ardhur nga Prishtina, kanë ardhur nga Malizi, kanë ardhur nga Fieri, kanë ardhur nga Gjirokastra. Nuk ka qenë ky kuven, ky ka pas platformën e vet me qëllimin final që të bëhet Kuvendi i Jugut, Kuvendi i Shqipërisë Mesme dhe të bëjmë një kuvend kombëtar. Dhe më ne të hedhim platformën për të krijuar një federatë shqiptare. A kupton? Po, e vërtet, me qenë se tha platformën për një federatë shqiptare. Federata shqiptare, tani shqiptarët, me thanë të drejtën, kanë problemet e veta në Shqipëri jashtëzakonisht shumë. Por shqiptarët kanë probleme edhe në Kosovë, shqiptarët kanë probleme edhe në Preshev, shqiptarët kanë probleme edhe në Maqedoni. Bile rasti I fundit, ky puna e gjuhës shqipe, domethënë mohimi, për me thënë provimin, a ku diun mohimi I gjuhës shqipe në universitete dhe në institucione shtetërore. Ky shteti shqiptar sa të bëhet gjë për shqiptarët I herë e Shqipërisë, edhe ndoshta s'ka çami kërkuar. Po a duket sikur I kanë totalisht në harres këto shqiptarët drejt e veta, por jashtë kufive të Shqipërisë. Shteti shqiptar në gjuhë popullore quhet shteti mam. Shteti mam për shqiptarët e Maqedonisë, për shqiptarët e Lugrinisë Preshevës, për shqiptarët e Malizisë, hajtë të shti Kosova shtet vete. Po ma shteti shqiptar, edhe Kosova shteti mam të shti për këto. Po. Dhe në fakt këto dy shtete nuk dhanë asnjë sinjal, në këto momente tepër të vështira që u paraqitën studentat që u mohu të dhënia e probimeve dhe shkollës në gjuhën e tyne. Pra, në këto shtete nuk e ka ma kush menen tek të zonat e rëndësishme të kombit, por thjesht e kanë menen se si të punojnë diçka jo për të mirën e popullit as të kombit, por thjesht për karrikën e vet. Ore Gjergj, në Mitrovic, një shkure mund djek, a kupton? Një shkure mund djek, një gjan këtë e vogël, domethënë një fasad mund prish ai cop mura, nuk e di, një gjan këtë e vogël, se nuk po sa me hum një jetë njeriu, me një diçka me nodh. Serbia e ngre zonin fuqishëm, arrin gati sa të shpalli dhe mobilizimin e ushtrisë, duke u çarë për Kosovën, domethënë në hyrje brutale në punë mbrëmshme, për gjëna këtë koti, gjëna pa lidhje dhe jo gjëna diskriminimi, po gjëna që I takon shteti mi I bën, ndërsa ne për probleme madhore shqiptarët, qeveria shqiptare nuk le debat pa bën Edi Rama me këdo, por nuk e tha një fjalë për shqiptarët e Maqedonisë. Edhe herën që shkoj kam pas në radio Tim Shkupin, e njohim të dy Tim Shkupin. Po. Edhe muqa Tim Shkupi, tha, një gjë tha, ne tha kërkojmë pasaporta dhe pasaportat nuk nga japin. Edhe erdhi një nga Amerika, një nga New Yorku që kishte qenë kryetar bashkie, pa asnjë lloj, nuk ka lehtë për Shqipëri, domethënë ajo për të marrë në shtetësi, son ka marrë edhe 2 huja, përveç Shqipërisë ka marrë edhe 2 huja. Edhe ti nëse nuk ke rrah, nëse nuk ke lidhje, domethënë aty duhet të kesh jetuar, diku 5 vjet, diku 10 vjet, diku 7 vjet. Ai s'ka jetuar ditë, pas ardhi ditë në Tiranë, pas thënë sa I bukur qen ky vend, nuk e di se I ka pëlqyer në Tiranë aty, sa I bukur qen ky vend, të kemë ta marrë edhe unë në shtësinë shqiptare. Atëherë po shkoj edhe unë në Amerikë, se kam drejt me shkuar në New York e ti them një orë, si që nga New Yorku, sa shef do të kishim unë të marri pasaportë shqiptare, edhe të më gjitën në shpen mu New Yorkesët, më thonë, hajde e merre, vish në ata këto dalë nëse kur e do. Këto janë banalitetet, në dhëna, do më thënë, mungesa e kujdesit të Shqipërisë mam, që thati Shqipërisë am, për shqiptarët e vetë, që jetojnë në trojet veta, po jashtë kufinit me Shqipërinë. Kjo është e smerë. Simbas me Gens, duhet të dalin një rilindjes nga rreshtja, një ministër, një zëvendës ministër, ose 3 deputet të rilindjes të partisë pushtet, shkoshin atje me studentat shqiptarë, shkoshin atje, ose duhet dilshin 4-5 deputet të së-djasës, ose shajnë ato deputet partive të voglet, shkoshin atje mërë, trishin atje mërë me studentat. Nuk unë gjuhë, asë një gjanë. Qoftë edhe një rezolut në parlament, po fare zero, as një lloj interes. E ignorun në mënyrën më të turpshme të mundshme, e si mund të më flasin mu ato politikan për kombin. Kush është ai që mu më del parë nga ato dhe më flet për kombin?
Nuk ka mundësi. Jo, është e vërtet. Po me qenë se tashti më shkoi menja tek fonia ke zoni jot, e tek dialekti jot, po shputem me qik për të arë mrapa me vazhdue. Unë i qik ma në rëshi, se unë nuk e di, kam filluar i përzi, pak ashtu, po ti flet ma gegnisht se sa unë. Edhe në Shqipëri tashti janë hap një debat për këtë gegnishtën. Do më thanë këtohen që gegnishtja, dakor të flet jetim katun, po s'ka drejt me fol në parlament, s'ka drejt me fol në institucione, s'ka drejt me fol tu, s'ka drejt me fol atje. Unë kam thënë se çdo lloj dialekti është pasuri, po njerëzit faktikisht thonë se gjuha shqipe është gegnishtja, do më thënë ky mohimi i këtij dialekti, i gjuhës ndoshta, i gjuhës i rrajve të gjuhës shqipe, ka një qëllim banal se përpara na thoshin ti si flet gegnisht je katunar, e qushin si katunar lik këtë punë. Ndërsa unë shoh ti je shef në Gjermani, unë shoh në Angli, që ai tjetri skocezi flet skocisht në parlament. Ja, më thënë anglisht po me dialektin e vet. Nuk i thot kush gjë se ore ej, ti po flet me dialektin tënd, duhet flas me dialekt letrar. Dialekt letrar ka vish Shqipëria, sepse vjen nga komunizmi. Po dialektet janë pasuri edhe janë e drejtë çdo kuj me fol dialektin e vet. Ti çfarë menimi ke për këtë debat që hap në Shqipëri ka një 2 javë besoj? Po është hap një debat i ran, bile ka disa ofendime të mëdha nga disa lokalistë nga jugu, jo dialekti shpellarëve, jo i malogëve, jo kënej. Të them vetëm diçka të koncentrume. Në kongresin e manastirit është organizator kryesor ka qenë Abati Mirditës, ka qenë Gjergj Fishta dhe ka qenë disa gejt. Dhe është ra dakord për gjuhën letrare vetëm për një arsye, po fort se ishte momenti që mund të ndatë Shqipëria në 2 grupime të mëdha. Ndërsa mrapa, sepse mrapa në kongresin e 72-shit të gjuhës që ka bën Enver Hoxha, aty ka vendosur Enver Hoxha me ato të vet që ka desht. Dhe nuk ka pyet kush as verior as kur kanë. E vërteta historika është që gegnishtja është gjuha shqipe, nuk ka dialekt, sepse gegnishtja ka 900 vjet që flitet dhe gegnishtja para 600 vjet është shkruaj për herë të parë, është shkruaj në shqip në gjuhën gegnishte. Po. Këto dokumenta ndodhen në Vjenë, ndodhen në Vatikan, ndodhen në Stamboll, nuk janë shpike të mia. Dhe të thush sot që e dialekt edhe mos folin këtë dialekt, është diçka që unë shoh vetëm këtë që ato rreten e kryeministit normal që marrin, normal nuk është, po është normal, por që marrin një pjesë e madhe e tjerëve. Am kupton? Po kur ai ju vjedh pronën dhe ju mohon në bukën, ai s'ka për të mohuar dhe gjuhën, kjo është fakt, domethënë që nuk ai nuk pyet për kërkan gjësh, pra ne themun se ka mundësi që sidomos në veri ta votojnë atë njëri i përbindër. Nuk e di, unë nuk e kuptoj domethënë si dikush nga veriu merr guximin të votojë Edi Ramën, kur do me të ndalu gjuhën, dialektin, kur vjedh pronën, domethënë pa pyet fare, kur ai të izolon se të ka vu 2-3, të izolon me investime që nuk bëjnë investime, edhe masanej detyrohen, ai të shpopullon me detyrim. Edhe shqiptarët mi japin votën, ne se puna atine, por faktikisht, prandaj them unë se njerëzit e qytetërim jo në kuptimin e dialektit dhe gjuhës, po njerëzit e qytetëruar që kanë intelekt, që kanë lexuar, kanë studiuar, janë të besueshëm, i dinë 1-2 fjalë më tepër, nuk duhet të rrinë larg këtyre situatave, po duhet ndërhyjnë për te politikë, sepse politika ka interesa personale, interesa ekonomike, ndërsa këto njerëzit që them unë, ky lloj stresi duhet ndërhyjnë me fjalën e vet, me qenë se mund të jenë një gjuhë të besueshëm për interesa të pastra kombëtare, jo interesa fitimi. Nuk duhet të rrinë indiferent, domethënë duhet bindin ky lloj stresi se duhet me pa interesin kombëtar. Dhe interesi kombëtar ndoshta është, domethënë pakën në Shqipëri, se vende tjera nuk është ndoshta interes kombëtar, por pakën në Shqipëri rrëzimi i Edi Ramës duhet të jetë interes madhor kombëtar, jo kombëtar në kuptimin të Shqipërisë, po të kretë shqiptarëve, ato s'kan drejt vote, po të kretë shqiptarëve nga të gjitha të trevat duhet të ketë një bashkim, një organizim për me rrezu këtë shëlpësirë, sepse ky bani na, kjo atu shu kombin më zotin. Kjo atu shu kombin. Vetëm një Shqipëri shumë e fortë, me një shtet shumë fort, mund të hedhë themelet me bashkë me Kosovën për bashkim kombëtar. Me një qeveri të korruptuar nuk ka më asgjë kombëtare.
Po s'ka edhe me Kosovën që në shtet nuk ka si lloj bashkëndimi politika, domethënë Edi Rama, Ramushara e Dinaj e shën gjyq. Me Albin Kurtin mundohet ta injorojë me gjitha format. Domethënë ky më shumë merret me e bashkëpunon, e kërkon bashkëpunim me hasmit e Shqipërisë, nuk janë vetëm Vučić, po janë shumë, sesa me shqiptarët. Ne e shohim, Serbia ban çmos që ti loje serb në Kosovë, mos t'i lejoje që t'ikin jashtë Kosovë. I man kanë ato si them benefitet e veta, i mbron ju jep sa lek. Greqia ju jep pensione shqiptarëve, himare shqiptarëve kanë sepse do që t'i njofi. Ndërsa Shqipëria për shembull, përveç se nuk i nimon fare, s'u jep edhe i pasaport. Që t'njifen se janë shqiptarë, si pastaj nesër mas nesër ata do të asimilohen atje ku janë 30 veta. Pra Shqipëria duhet kamuli që ato që janë aty të njëjnë shqiptarë dhe mos largohen fare. Duhet ndihmoje në të gjitha format, por këta nuk e bën. Meqense jemi këto politikat e shqiptarëve në Ballkan. Kosova e ka bojë çik lamsh, tash me drejta pa drejt, unë nuk po e gjykoj. Zgjedhëm çdo 6 muaj, ma ke se një dali dikur, edhe pastaj puna e presidentit, jo sa s'mojnë zgjidhet, jo po nuk po zgjedhim se na intereson sepse ka lidhje me Amerikën, po nuk na intereson sepse ky e lidhje me Ramën, a bani mishmash pak a shumë. Para një 3 ditë shkur ishte, tash i shpejt. Ishte një summit, domethënë anti-Trump në Barcelonë. Aty pam edhe Edi Ramën edhe Albin Kurtin. Edi Rama shko kudo i fut hund, domethënë një anë shkon ai ban çmos mu lidh me Trumpin, direkt filma sasaj shkon e del kundra Trumpit. Pra nuk është politikan serioz dhe as kesha më diskutuar se do të marrë në konsiderat. Po Albin Kurti për shkak që në Spanjë, kryeministri spanjoll nuk e ka njoftë Kosovën, ishte kundra, domethënë një summit kundra Amerikës, nuk e dia ishte pro kundra Evropës, ishte pak lamsh kjo punë. Si e shef këto lloj vizitash të politikanëve shqiptar, po kryesisht Albin Kurtit në atë summit. Nuk fol për Edi Ramën se folën boll dhe dim sa shko kudo që ta thirrin, ai se ka problem sa pjesë. Nuk, domethënë ai ka 50 flamunë në xhep edhe nuk e ka problem. Për Albin Kurtin do të them dy llafe. Kam pas dhe kam respekt për Albin Kurtin, sepse në Mitrovic ka bë punë të mirë. Ka bën një shtet më të fortë se ne, dhe ku në për institucione vidhet shumë më pak se ne, se nuk ka asnjë vend si zvidhet, por jo si ke ne, dhe nuk votohet lirë, votohet më lirë se ke ne, nuk vidhet masivisht sikur vidhet vota në Shqipëri. Derisa kanë bën zgjedhje çdo 6 muaj, tregon që ai për këtë arsye un kam respekt. Tash ti kohët e funit kam dëgjuar shpesh që është me pikpamje të majta shumë theksume. Dhe me thënë drejtën, kur e pash në summitin, për disa arsye mendova që me të vërtetë që kemi pikpamje të majta. Sepse ky summit ishte ekstremi i majtë i botës kundra Trump, por që u abandonun nga Bashkimi Evropian. Nuk shkuan udhëheqës së Bashkimit Evropian përveç atij që organizoi spanjollit. Edhe dy nga organizatorët kryesorë nuk kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Edhe këtu më duk sikur thjesht përbindje të majtat kishte shku, dhe ky ishte një gabim për mua politikisht, dhe jo vetëm politikisht, po edhe nga ana diplomatike është shumë gabim i madh që ai të leje Amerikën dhe Europën me anë dhe të shkojnë në summite të tilla të majtës ekstreme. Po, me thënë ai ka një detyrim të popullit kosovar me dal me sqaru se pse ishte në atë summit, kush e ftoi dhe pse ishte. E ka detyrim absolut? Jo, dakord, po themun me qenë se e organizoja spanjolli, ndoshta është një formë duke shku, me qenë se spanjolli e ka thirrë dhe e ka pranu, është gati si një formë njohje për shembull, ose ndoshta me këtë rast do të më kriju në një lidhje me spanjoll, me kryeministin spanjoll, se mos e njeh Kosovën. Ku ta di unë se për çfarë i bajnë këto gjëra, po? Po du dalë ai personalisht sërë popullin e Kosovës dhe gjithë popullin shqiptar për këtë lëvizje. Po, është e vërtetë se si thu vetë kur ka lëvizje të dyshimta, qoftë se një lëvizje ndoshta ne na duket të dyshim, por ai ka një qëllim të caktuar dhe po nesër tani këto politikanë shqiptarë në përgjithësi kanë filluar dhe nuk japin shumë llogari ku jo gjerë, sepse kanë arrit tani atë forcën që nuk pyesin për kërkan.
Po nuk japin llogari sepse kanë arrit numrat, por edhe kanë përballë një popull që nuk ju kërkon llogari, sepse ai tash që i ka 66 votat për me zgjedh presidentin, nuk pranon me radhë dakord me si parti tjetër. E kuptoj. Tani Gjergj, nga do që ti bjesh, janë do gjana. Ai vend se seminarje, po jemi tati veni, ai vend duhet të nëshoje. Duhet të nëshoje sepse sepse do shuhet. Tani thamna, i tham të gjitha se kush është Edi Rama, ai ka kancer, nuk ka, domethënë ai nuk ka gjë, unë që ditëm se si një vend si na, domethënë që kanë edhe të fortë, edhe cuba po themi në jargon popullor, e patriota, kim arrit me lanë Edi Ramën që ta bëjnë ligjin në atë farfeje, e të vjedhi, e t'i bëjnë gjitha poshtërsinat, duke injoru duke injoru popullin, duke injoru institucionet. Tani aty ka shumë parti çka në politikën shqiptare. Patjetër. Po kjo politikë duket sikur nuk ka të zgjidhur asgjë e përgjithshme tash, nuk po shkembi Rama, e përgjithshme. Madje bile po përkeqësohen punë. Tash nuk e di se përkeqësohen se edhe kundërshtarët e Ramës duket se janë një çik të dobët. A mendon se politika shqiptare në përgjithësi nuk mundet? Nuk do të më bëj punë? Apo janë pazaret mes edhe derisa janë pazaret, ato janë duke i bën punë e vet apo se do të bëj punë për vendin e vet? Dy janë një gjë. Problemet që politika shqiptare që shteti shqiptar ka arrit këtë fazë, gati në një diktaturë dhe një dështim të plot të ekonomisë dhe të shoqërisë, tregon qartë se fajtori janë të dy palë. Si e mojta, si e gjata. Normal është ma fajtori e mojta që ka pushtet. Patjetër që është në pushtet, mëra, e dihet ajo punë, a janë pushtet. Por edhe këto janë fajtori se ku ishin to 14 vjet. Si lanë punë me u trash aq shumë. Pse këto nuk ditën mi sensibilizu ndërkombëtar? Sepse këtu është dhe faj ndërkombëtarëve. Por në krizat që po kalon bota, ndërkombëtarët se kanë menjen ke një Shqipëri e vogël. E vërtet. Dhe ky po përfiton maksimalisht. E vërtet. Tani Gjergj, na gjithë duket sikur ndim shumë. Në shqiptar. Tani e zam sikur edhe unë ti dim. Po ta lën aty këtë rrallë këtë punë. Si mund gjehet një zgjidhje për shkak, çfarë mund bëhet? Për mua vetëm nëse mlidhet diaspora komplet, e mbledh vetë diaspora vetveten në kuvend dhe vendosin me shkuar në Shqipëri edhe me ne aty derisa të ndrohen pushtetet dhe të fitoje, të bën zgjedhje të lira, të fitoje kush të doje populli, kush të dojnë shqiptarët. Unë nuk e shoh më zgjidhen mrena nga shqiptarët jashtë, diaspora, po nuk dhanin nim të jashtëzakonisht madhe, aty s'do ketë zgjidhje. Po pra Gjergj, edhe unë e shoh që zgjidhja momentale, më thonë çfarë duan njerëzit, le të më shajnë, le të më quajnë mosbesues, por unë besoj se zgjidhja në Shqipëri nuk vjen nga politika shqiptare, në tërësi politika. Tani Gjergj Lleshi, shqiptari nga Mirdita, që jeton në Stuttgart, thotë që diaspora duhet mlidhet edhe të krijojë një kuvend, marr diaspora edhe të vendosi më shkuën në Shqipëri. Edhe ato po shkuën në Shqipëri, ato patjetër që për një javë rrezojnë qeveri, nuk ka shans domethënë pa urdhëruar qeveria. Sepse bëhet edhe madhe në arenë ndërkombëtare dhe këto nuk mund besoj që i përgjigjen në këtë formë edhe policia sikur sillet me opozitë, tani besoj që do të ishte ma e modifikuar, ma e relaksuar, ma kujdesshme. Po tani Gjergji e thotë. Këta thotë edhe Genci këtu. Po këta ma kanë thënë shumë njerëz. Domethënë shumë njerëz nga diaspora mendojnë se diaspora është shansi i fundit për ta bërë Shqipërinë e për ta nisur Shqipërinë. Po tani nuk e di se si do të bëhet ky lloj organizimi, se të gjithë thonë mbete, por problemi nuk po del asnjë, si më thanë orti, jam tu për unë. Tani a mendon se nuk do më marr kush përgjegjësi, a mendon që kanë frikë, a nuk e di pse nuk po del një, por më thanë që po, se një duhet dali që t'i prihet. Diaspora nuk ka frikë, ta garantoj. Po pse nuk del një, pra me thanë orti, që Genc unë du marrë ke mikrofon një hapur, ose me shku diku tjetër me thanë se unë du t'i pri një kuvendi, një bashkimi, një thirrje, edhe pastaj njerëzit, se shikoj Gjergj,
Unë sot nuk shkoj në Shqipëri për probleme politike. Ti je i sigurt, sepse ka mungesë të theksuar mosbesimi. Por ama nëse ndel Gjergji në firmë, thotë Gens hajde shkojmë, duke pas në konsideratë se Gjergji është patriot, edhe Gjergji nuk ka qëllime personale, se qëllimet personale i ka rregulluar në Gjermani, atëherë patjetër që shkoj. Duhet që në fakt krijohet një frymë. Që njerëzit pastaj ta njekin, edhe një gjë, Gjergji unë kam parë edhe shqiptar që nuk merren në politikë në Shqipëri, ka një farë besimi ke diaspora. Po shkë diaspora edhe ato do të afrohen, por problemi është nuk po del një me thy kitakun, me thanë ti, jam gati ti prijune. Ose po baj thirrje unë. Shpresa funit Gens është diaspora. Unë e shoh si shpresë e funit. Po pra, po nuk organizona. Nuk është puna, nuk po organizona. Jam në kontakte me disa në shtetet e Europës, në Itali, në Gjermani këtu. Të gjithë në Gjergji dhe unë po. Ashtu zi kjo punë, që diaspora të mlidhe një kuvend diku në Europë, edhe të vendosi çfarë do bëjnë me shtetin am që kemi në rrugë, në udhkryq. Edhe unë do të jemi gatshëm në çdo kohë që të bëhet thirrja, do thoshti pse se bati. Po tash se di sa them unë, po Gjergji, edhe unë nuk po dal se me thanë që unë jam i mirë, edhe unë ndoshta mund ta kishim bën edhe ti, pra janë dikush duhet dali, se dëgjoj këto punë në sakrificë, duke në thjesht me pikë edhe gallat, prandaj po them që shqiptarët do të jenë sakrifikues për Shqipërinë, pavarësisht se ku jetojnë. Se Gjergj ti jeton në Gjermani mirë, unë jetoj në Angli mirë, po më mirë se në Shqipëri nuk jetohet me pas kushtet e Gjermanit, me pas shtetin, a kupton? Po ne nuk duam na falin të kush, po duam që funksionojë shteti me rregulla, me ligje, me disiplinë. Ti jemi gjithë barabartë aty, jo kush vjet, kush është më i fortë, të ketë përparësi ai që është i bobek i patakat, mund të ketë men, po mund jetë i patakoshëm, ta shkelim me kam. Gjergj është situatë e vështirë dhe po përfolet shumë për Shqipërinë që domethënë duke ardhur jo indian, jo ku ta diun pakistanez, jo afrikan. Unë nuk kam në kuptimin e racizmit, por unë jam kundër asaj që të hikim na të vinë ato, se ne kemi lëviz lirshëm, kemi lëviz në Evropë, jemi emigranta vetë, a kupton, edhe duhet jemi çik kujdesshëm këtë pjesë. Ne nuk shfaqim shfaqje raciste, por problemi është që nuk na pëlqen sepse duket sikur ne po na largojnë me dhunë. Ne tani jemi largu me kohë edhe na me dhunë jemi largu, sepse s'kim pas bukë me hare, kjo lloj dhunë është. Po të largohen edhe sot mas 30 vjeç kur ti pretendon me hyrë në Evropë, kjo është e mërshme. Kjo është me agjendë planifikuar, edhe këtu ne duhet të qëndrojmë që jo me na pru njerëz të huaj me qëllim me na largu ne, ose jo me na pru ne njerëz për shembull nga Italia që nuk i marr Italia, që janë njerëz me precedent penal, mund të jenë kriminalë, mund mos jenë kurrë. Thjesht ato kanë kërkuar azil në Itali, ti më Italia është më e madhe se na, më e fortë se na, si ekonomikisht, si më gjitha forma. Pse më na i vesh ne? Sepse ato një ditë do të legalizohen, si prunë edhe nga Afganistani, ka i prunë sa në Shqipëri thonë, po i lam këtu, mjekët i marrim në Amerikë, si morë kush marrë Angelën nder. Ato janë, nuk e di tani, na venin tonë e kemi për veti. Edhe do të japim përvarësi shqiptarëve. Pastaj nëse na duhet dikush tjetër, hajde po, që ti marrim ne me Kastile me zan vendin e shqiptarëve, më duket që pak e te kaluar me kjo punë. Nuk ka asnjë plan, Shqipëria është në qeveri që s'ka asnjë lloj plani, vetëm pralla në letra. Po. Pra ne po them inshallah, meqense çan ka vetë në kontakt me njerëz. Unë kam i gjuhë dhe shumë tjerë që janë, domethënë, po është e vërtetë që diaspora po zihen, po nuk po shkrep, domethënë hala nuk ka të shkrep. Në momente që janë të zi, ka zoni për me bën këtë kuvend të madh të diasporës. Edhe ne mrapa besoj do kesh zhvillime të bukura. Tha që mund të bëhet ky kuvend diasporës diku në një qytet të Evropës për shkakun, edhe kjo më pëlqen sepse në bën Shqipëri ti je i sigurt se sabotimi do të jetë maksimal nga gjitha palët. Ban smos qeveria me ministrit, me zonat, i blen njerëzit, i manipulojnë sikur gjithmonë. Ti e pa atë gruan që foli kundra ballës, nesër shkojnë takim me ballën. Jo, edhe unë që dita, se një gjë
Ajo ishte një njeri që punote në Kuestur, në Udin, edhe si ishte një njeri që kontribote shumë për diasporën, me thënë drejtën, punote 16 orë në Kuestur dhe paguhet për ato orë. Po njerëz që kontribojnë për diasporën janë tjerë. E dyta, nëse ai ka premtuar me hap një kurs gjuhës huaj në një kurs gjuhës shqipe në Bologna, sa kur se i ka mbi 1000 qytete në përbot që kanë nevojë për pas kontakte. Por thjesht ajo u dorëzua edhe shkoi nesër takime dhe mund aq sa e lavdrova ditën e parë, aq sa u habita kur e pash takime ballën. Se dëgjoj tani, me hap një shkollë shqipe për shembull në Itali, diku tjetër, është edhe detyrimi i shtetit shqiptar, ne nuk do t'i lutna shtetit shqiptar për me hap një shkollë shqipe, pra nuk do të krijojmë me ballë. Po, pra ne do t'i themi, do t'i bëjmë kërkesën, por jo me ju nënshtrue për me hap një shkollë. E para, sepse në fund fundit nëse je kaq ashtu, shqiptarët janë kaq patriota sa ata menaxhojnë një shkollë edhe me fondet e veta. Me bleni libra, me marrë një klasë, se ka shkolla plot. Edhe dëgjoj Gjergj, ne mund kemi kundërshtime politike, mund kemi dhe debate. Po ajo foli në mënyrë harbuçe ndaj tavlës ballës, edhe me drejt foli. Tani si thonë, nëse ne kemi një debat politik, ne mund tulemi ta pim një kafe. Po nëse ne themi njëri tjetrit hajdut, ose siç tha ajo ti hajdut i tha ballës, ti ke vjedh vota, ti ke moshë, ti ke moshë. Moralisht nuk kishte vend për me pi kafe, as debat as kurrë. Se me këto nuk bën. Ka njerëz që nxirrin jashtë aty. Po, pra. Edhe tani, prandaj ndoshta shqiptarët vuajnë për pak vëmendje, ndoshta ishte edhe stisme, ndoshta mund ishte në edhe plani përgatitur. Po, që gjëja pat edhe njerëz që ishin, domethënë nuk i patëm thjesht vetëm njerëzit ton, po edhe pat edhe njerëz që ishin kuna, edhe kaq. Gjergj, keni gjë tjetër që do të thënë? Jo, thjesht i uroj gjithë mirat dhe përgëzoj stafin e Windows Radio për këtë punë të mirë që po bën me shqiptarët kudo, dhe shpresoj që diaspora të rizgjohet dhe ta ndryshojë gjendjen e vështirë që është në Shqipëri. Unë do bëj punën time si patriot, si artist, do bëj punën time derisa do të lë dhe punët e familjes time që diaspora të organizohet dhe të bëhet një gjë e madhe me diasporën shqiptare për të ndryshuar gjendjen shoqërore, politike dhe ekonomike në Shqipëri. Për një Shqipëri më të lirë, më të mirë, më në ekonomi shëndosh. Gjergj, kjo është një deklaratë e fortë edhe shumë patriotike, sepse pa prish një punë, nuk unë bësh një punë tjetër. Unë do të lëndë problemet e mia dhe të familjes, tha për të shërby punëve të Shqipërisë, edhe këta duhet ta bëjmë të gjithë, sepse pa prish një punë, nuk bëhet një punë tjetër. Ne si radio jemi shumë angazhuar që diaspora, sepse jemi një radio diasporës, jemi shumë të angazhuar si radio, domethënë të gjithë, duke filluar që nga drejtori Leonard Koja edhe të gjithë stafi, që ne të organizojmë diçka e mos ta lëmë Shqipërinë në mëshirën e fatit ose në mëshirën e hajdutëve të kriminalëve. Që do thotë që meqense se ka filluar dhe ka Zara dhe ka zonin që thati po vlon, këtu Radio Window është e hapur për çdo që do me bën një thirrje, do me bën një organizim, do me bën ku ta diun se çfarë një summit nuk e di se si ta quajmë, është e hapur, domethënë unë për shembull sonte thirra unë hajde në radio edhe të falem shumë suksese. Edhe të falenderoj sepse të kam thënë vetëm sot zakonisht unë i lajmëroj ato që ftoj 3 ditë para, 4 ditë para, po këtu më erdhën ca punë dhe sot e bën aftesën edhe erdhe. Por kjo nuk do të thotë që do të presish ti ose çdo kusht tjetër që na ndihjon që pse kur të thirrune. Se unë nuk e di çfarë agjende kam, unë nuk e di se çfarë është po ndodh diku e çfarë po ndodh diku tjetër. Pra jemi të hapur për të dhënë zonë çdo iniciative edhe e mbështesim në të gjitha format, çdo iniciativë me interes kombëtar. Diaspora do ta shkruajë edhe gjithë stafin e radios Windows Radio. Gjergj, edhe unë të falenderoj edhe një herë, të uroj natën e mirë, edhe të thash në komunikimin që do të kesh me njerëzit, thuju që kushdo qoftë e kanë hapësirën e radios, jo vetëm nga unë, po edhe në ditë të tjera të hapur për të dëgjuar e për të thënë fjalën e tyre. Të uroj gjithë mirat, natën e mirë. Natën e mirë, gjithë mirat për ju, të falenderoj. Edhe unë. Të nderuar dëgjues të Windows Radio, e nisëm muhabetin me Artin, por edhe Arti, zoti Gjergj Lleshi tha se në Shqipëri ai militon në Gjermani dhe ka bën goxha punë me Artin, po kur ha puna në Shqipërisë, tha se në Shqipëri Arti ka ngeli çik mbrapa sepse nuk ka buxhet.
edhe kriminalët i bëjnë gjitha, por investime në art nuk bëjnë. Për të investu fiktivisht, do më thënë që gjajmë të bëjnë investime që t'i vjedhin pare, sepse aty duket se nuk janë vjedh ose nuk duket se janë vjedh, sepse ndoshta njerëzit nuk e dinë se çka ka pas, se ndoshta në investimin në një rrugë vjedhin shumë edhe aty, po aty duket ndoshta është më lehtësisht e kontrollueshme. Pra duhen thot Gjergji, duhen investime që Shqipëria nuk po e marr. Shqipëria një gjë ka bë mirë. Është vjedhur mirë, kuptimin është vjedhur mirë, domethënë është vjedh, se mirë nuk është kur vjedh. Është popullu, është shit, edhe të gjitha zezat i janë bë nga një palë, që ata quhen politikan. Kur them politikan, të jem realist, nuk po përcaktoj krahët politik, sepse në përgjithësi politika në Shqipëri ka deficitet më mëdha për sa i përket interesave dhe zhvillimit të kombit. Pra politika në përgjithësi ka punu për interesat e veta, edhe jo që s'ka punu për interesin kombëtar, po në shumë raste ka punu kundra interesit kombëtar, edhe kjo është shumë e rëndë. Nuk e di pse në shqiptarët e pranojmë, nuk e dim. Në qoftë se nuk e dim, hajde na njëjoni ne në radio se ja u themi për natë. Shifet qartë se po vidhet, po shpopullohet, po shitet ky vend, edhe asnjë përparim nuk është bë. Madje më e keqja është që ky kom shqiptar, që quhet shqiptar sot, po tjetërsohet edhe nuk e dim se si do quhet nesër. Prandaj, në bisedë me Gjergjin, tham, por ma kanë thënë shumë, ja kanë thënë edhe ati, besoj që edhe ju që na dëgjoni, e keni dëgjuar shumë, se e vetmja shpresë momentalisht është diaspora. Diaspora mohet larg, me agent, të jeni të sigurt, me agent, sepse diaspora nuk përkullet, nuk friksohet, nuk shitet. Edhe interesat e diasporës janë më shumë patriotike se sa personale. Por këto lloj interesash diasporës bën ndesh në kundërshtim me interesat e politikës shqiptare. Edhe politika shqiptare përballë diasporës, më besoni miq që na ndiqni, ndihet e humbur. Në çdo përballje me diasporën ndihet e humbur. Prandaj politika shqiptare në të gjitha krahat ka krijuar një gardh. Edhe brenda gardit aty s'ka bira fare gardi për më fut kush. Aty ka një port që hapet vetëm nga mrena, jo nga jashtë. Edhe nëse ata hapin për dikë, e hapin. Askush nuk mund hapin ide aty. Pavarësisht se thonë, zotni, ti po flet, ti po ban, hajde angazho, ja fshesh, ja mejdani. Jo zotni, ato të bajnë ftesën, po ti nuk ke asnjë lloj shansi të përparash në politikën shqiptare, në asnjë lloj partie, shansi zero. Ata hapin derën për disa servila, për disa që i kanë vegla, për disa që mund t'i përdorin. Edhe bajnë sikur i promovojnë. Promovojnë sa djem 20 vjeç. Ore politika shqiptare në kushtet e shqiptarisë, në kushtet që janë Shqipëria dhe politika që sundohet nga krimi, nuk bëhet me 20 vjeçar. Pra në Shqipëri bën 100 vjeç edhe ndoshta nuk bën karrierë fare, e ndoshta je 20 vjeç edhe duhet me të bën karrierë me zort. Pse duhet me të bën karrierë me zort? Sepse duhet me të përdor si fasad, për thënë që ja, ne po marrim të rit, por në fakt nuk kanë interes. Të marrin 20 vjeç sepse ata e dinë se një 20 vjeçar përthyhet para presionit edhe të kundërshtarit, po edhe të atyre, nuk është në gjendje të kundërshtojë. Politikan të ri, të dashur miq, nuk quhen ato të ri në pasaportën certifikat, në moshë domethënë, po quhen politikan të ri edhe një 60 vjeçar. Edhe Gjergji që kishim në radio është politikan i ri, sepse është një person i pakonsumuar. Ka mbështet politikën duke menduar se do t'i shërbeje vendit, por nuk ka qenë drejtor, nuk ka qenë ministër, nuk ka qenë zëvendës ministër, nuk ka qenë kryeministër, apo ku ta di unë. Por ka dinitetin, ka përvojën, ka forcën, ka dhe guximin. Gjergjit me ju mush menja, me falë Gjergji që se na nishën prap, se po të mora si shembull, po këto janë kretë Gjergjat. Do më thanë që Gjergjit një mush menja, po ti Gjergjin se mashtron dot. Nuk i ban presion dot që ta thyesh. Prandaj them unë që politikant nuk janë politikan deri në 19 vjeç edhe 20 vjeç. Se një politikan 20 vjeçar nuk prodhon asnjë gjë. Nuk prodhon asnjë gjë. Ai ka lexuar një libër dje
e vjen, si me thamë të dhanë shpjegim, ose me u parashit të profesoria, të pedagogu, me riprodhu mësimin që ka bon. Po nga vendja vetë, harrojni se do të nxjerrni një ide, harroni se do të jetë javë për një debat, harroni që mund të bëjë ndryshimin. Ata janë thjesht fasada. Politikën në Shqipëri sot e bëjnë burrat e fort dhe gratë burnesha. Sepse përballja me krimin, përballja me parën, përballja me politikën, përballja me mashtrimin, don në radhë të parë dignitet, integritet, forcë morale, edhe guxim, edhe inteligjencë. Por këtë lloj njerëzish ata i mbajnë larg. Prandaj diaspora bashkume, që ka disa tipare që thamë ne, në radhë të parë janë njerëz që kanë studiu jashtë, jo vetëm kanë studiu, po pas studimeve kanë punu jashtë, edhe vazhdojnë të punojnë. Në postet larta menaxhimi, këta na duhen ne, sepse ti kur del nga bankat e shkollës, ti nuk din me bëa kur gjë. Ju garantoj unë, teorikisht po, praktikisht jo. Pra, nuk mund të katapultohesh ti direkt sa të marrësh shkollën e lartë, 22 vjeç edhe të marrësh drejtor. Kur ti s'ke punu punëtor, jo punëtor, po një lloj punës që ke bën fare në atë institucion. Ti nuk di kur gjë. Ti aty për thënë që ja e kemi me shkollë. Jo, zotni, shkolla ndërthuret me praktik edhe me përvojë. Pastaj ato shkallë, duhet të bësh 40 vjeç, duhet të bësh 50 që të shkosh edhe të marrësh, domethënë, të drejtën e menaxhimit apo të drejtimit të një partie, të një institucioni, ku ta di të një dikasteri, pra nuk mund të marrësh ti 22 vjeç dhe 24 vjeç ose 30 vjeç kandidat për kryetar bashkie, kandidat për kryetar partie, apo ku ta di unë. Këto të gjitha janë fasada. Ndërsa diaspora ka elementin e dur në të gjitha drejtimet, të shkolluar, të mirë shkolluar, me përvojë, me dignitet. Këta, kryesisht, bashkë me ne të tjerë, duhet të mlidhemi të bëhemi bashkë me një qëllim, rrëzimin e asaj klike politike shqiptare, edhe ndryshimin, se ndryshimi vjen me njerëz të ri, thashë dhe jo të rinë mosh, po me njerëz të ri, të pa konsumuar, pa përfolur, edhe me një background, ose me një të shkuar, po themi shqip, të pastër. Vetëm ai quhet ndryshim. Por fjala urt popullore, hiqja lënë se vjen prens, besoj që thjesht ndryshon ngjyrat, por nuk ndryshon fare politikën, nuk ndryshon fare kulturën politike, edhe nuk ndryshon asgjë. Edi Rama edhe politika shqiptare në përgjithësi i ka bërë shqiptarëve, jo anën ekonomike. Ekonominë se ke sot e fiton nesër, por ka një borxh të madh për kulturën që ka kriju, për kulturën e servillikut, për kulturën e palaçollikut, për kulturën që duhet të jesh servil që të bësh karrierë, për kulturën që vill që të bësh karrierë, për kulturën që bleje një vend deputeti nëse ke lek, edhe kështu bëhet. Këto punë jo more, jo zotni. Domethënë, është fyre inteligjencë që në Shqipëri ligjet e shtetit shqiptar, se deputeti quhet në një gjuhë tjetër, edhe ligj vënës, të bëjë ligjin ty, të bëjë ligjin deputet, ose të ketë drejtën e votimit një ligji Zeqine Çavushi. Zeqine Çavushi, po ku? Ora shqiptar, nuk e di, me thënë drejtë se si shqiptarët mund ta pranojnë këtë gjë. Sara Mile përfaqëson thot delegacionin e politikës jashtëm diçka tillë në Sofje dhe thot fola në emër të delegacionit shqiptar si kryesues e delegacionit shqiptar për politikën e jashtme. Po ku di ti më me fol për politikën e jashtme? Ku din? Më thuaj mua ti ku din? Ku mësove ti? Çfarë karriere ke? Çfarë ke studiuar dhe si a e ke ushtruar si profesion studimin që ke bën? Edhe thot me kënaqësi që isha atje. Pra, ajo çfarë mund bëjë? Përveç se 2 fotografi për t'i vënë në Facebook, ç'a bën? Zeqine Çavushi. Debat politik Zeqine Çavushi në një debat, se po e ndroi çik temën, më falni se u zgjata, por do ta mbyll shumë shpejt. Unë jetoj në Londër, në veri të Londrës, shumë afër stadiumit Arsenalit. Arsenali para 2 javësh humi në fushën e vet me një ekip Bournemouth quhet, që është ekip mediokër,
Po Arsenali duke kryesuar ligën dhe duke pretenduar për të fituar kampionatin, supozohet që të rafi edhe ekipet e mëdha, jo më Bournemouthin. Unë kam një lokale dhe vin njerëz, tifozët vinë para ndeshjes, han e pinë tek unë, pastaj shkon atje, po kemi miqësi janë të përhershëm të njëjtit njerëz. Kur erdhën masume, si them, mor zotni, si ka mundësi që humbi Arsenali me atë ekip? Edhe nga stadiumi ti kishin marrë 11 tifoza, ti kishin futur në fushë, ju du ta kishin rraf Bournemouthin, sepse në radhë para Bournemouth është ekipi dobët tash, edhe në radhë dytë, ti nëse pretendon që ti je kampion, nuk mundesh që të mos fitosh me atë ekip. Që po ta sjellim tani, pse thash, që të bëjmë krahasimin me Shqipërinë, është kjo që shqiptarët, edhe në stacion të autobusit si rregulla, ku ta di unë në çfarë lloj në rrugë të madhe duke bën shëtitja, në Bregdet më shkuë, po ti marrin pa asnjë lloj njohje njerëzit, besoj që do të jetë më të aftë se Zeqin Çavushi për në parlament. Edhe ajo të jetë e zgjedhme, edhe në atë nivel, po është turp më. Është turp i madh. Edhe këta bajnë përgjësi, edhe listat e mbylla, kanë defekt në vet, po nuk po hap më tema të reja. Edhe pastaj shkot, e të bazbor ty Zeqin Çavushi, edhe më thotë jam politikan opozite, po të bazbor më zotni se ti, edhe ti e gati ai nivel. Se me qanë bazbor mu, po shkëre jasë në parlament. Nështë se kam oratorinë e atyne, sepse nuk kam eksperiencën, por ama duke qanë i pasër, unë ju thyë të rënit atyne. Nuk ju thyë me grushta, jo. Po ju thyë me dignitet. Ja u thyë me patriotizm. Edhe ato për balë meje. Kur them për balë meje, nuk kam parasysh individin Gens Paçuku që po ju flet dhe po ju ban monolog. Po kam parasysh çdo lloj personi dinjitos që ka shkuar në parlament, nuk kanë mundësi me u tall. As Zeqin Çavushi, as Ardit Bido, edhe as Sara Mile. Se janë ato tre kanë hyrë të ri dhe më duket se janë në konkurrencë me njëri tjetrin, kush të lëpije më shumë edhe kush të poshtroje më shumë opozitën, për të duk të mirë këta në balla që është akoma më i poshtër se sa këto. Po të poshtrojnë tjetri sepse ti e pa dignitet për vetë zoti. Ti e pa dignitet. Ti nuk ke kapacitet të përballesh me deputetën monster, me deputetën ignorante si puna asaj. Pse? Se thash edhe një herë, mund të jesh gati i atij niveli, por ndoshta nuk je i pasur të për veti, se unë të kontrolloj në Facebook, nuk du me përmend emra sot, se më thonë pastaj nuk e di, po ti ke 100 komente edhe 101 ke banale, mor, i ke negative. Edhe pastaj më thonë mu një patronazhist nga e djatha, jo po thot janë patronazhistët e të majtës që komentojnë. Ore jam dakord, ata atë punë kanë që komentojnë në 100 komente negative se janë fut patronazhistët. Po ky zotnia që është deputet, që ka vota, ata ai popull që ka votuar, këta nuk del asnjëherë në mbrojtje të këtij, me thanë ordi, ma shohin deputetin, po dalë thonë jo më se ky burr zotni. Unë kam votuar sepse kam besim e njoft. Po nuk del asnjë me fol mirë. Pra, një politik mizerabël, një politik e nivelit banal, që nuk e di, nuk duhet flasë nga irritimi, ndoshta nxjerr edhe një fjalë që nuk më shkon për shtat as individ, po nuk na shkon as ne si radio, po të thash, çdo komb ka njerëz të përgatitur, njerëz të zgjuar, po ka dhe meturina. Ora si ka mundësi që ne duket sikur kemi mbledh më meturinat e kombit. Domethënë shkojnë në parlament e të shahen, a thushë sot edhe në rrugë madhe më nuk shahen njerëzit ashtu. Domethënë se po shau njëri, hik ai tjetri, hik se nuk do me legenizu veten. Ndërsa aty jo, do t'i përgjigjem me sharje, do t'i përgjigjem me të njëjtën gjuhë. Ashtu turp që ne kemi arrit aty, që kemi arrit një komb dinjitoz. Por ne s'kemi pas pasurie. Ne kemi qenë edhe të pa shkollë, dikur se Shqipëria një vend i varfër s'ka pas shkolla. Por ama, shqiptarët kanë pas dignitet. Ku dreshin shkoj ai dignitet që kemi pas ta? Ku dreshin shkon ai dignitet? Mund të jesh i pa shkollu, po ke kulturën që të vjen nga fisi, të vjen nga familja, të vjen nga tradita, të vjen nga zona, të vjen nga rrethi, nga ku je. Edhe gjithë shqiptarët, kudo që të shkojsh, gjitha rrethet kanë pas traditë familjare. Edhe këtë tradit i ka muaj njerëzit gjallë, sepse janë bërë kuvende,
janë bë veprime patriotike, janë bë luftra, janë bë me njerëz pa shkollë, se ato nuk kishin shkollë, ndoshta ato nuk dishin matematik, nuk dishin shkencë, por ama dishin dinitet, edhe ky diniteti është më i fortë se çdo lloj shkolle. Më i fortë se çdo lloj shkolle, prandaj them unë që thot ai tjetri ka studiu thot në Amerikë. Po shumë duhet më se ku ka studiu nëse ai direkt vjen nga bonga e shkollës se unë nuk ka asnjë lloj përvoje. Edhe ma fusin dika me folet e për bujqësinë, që s'ka shkel kurrë në tokë bujqësore. Domethënë ai do të flasi, ai ka autoritet të flasi. Po jo more, për të flasi i bujqësinë duhet një bujk. Edhe këto të mediave. Një bujk shkenet marrin. E të flasi për bujqësinë. Pa shkolla i bujku, po s'ka, ai ka shkollën e jetës. Edhe një bujk i pa shkollë, di ma mirë se di që ka marrë Harvardin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që është një ndër universitetet elitë botës. Pse? Ai Harvardi di kompjuterin. Por molla, pjeshka, shepa, hutra, gjëna gjallë, nuk millen, nuk mashtrohen me kompjutera e me formula kompjuterash. Ata duhen me shku aty ke stalla me vesh qyzmet edhe me i mashtrue. Në Shqipëri, një vend, me vjen turp, por unë jetoj në Angli, po ka bujqësi të zhvillume, se shqiptarët mendojnë se bujqësia është mrapa meti. Jo more, këtë bota zhvillon bujqësinë. Edhe në shqiptar duhet ta zhvillojmë bujqësinë. Po ka shku drejt shurjes. Pse ka shku drejt shurjes? Sepse nuk merret kush me bujqësinë. Si nuk merret kush me bujqësinë? Po bujku merret me një prodhim edhe dështon. Motra ime jeton në Devoll. I ka prej moll, që i pat miell me entuziazëm dikur, se nuk shiten moll. Po pse nuk shiten moll? Sepse politikat bujqësore, duke filluar që nga mielja deri tek shitja, i bajnë njerëz që nuk kanë lidhje, nuk kanë ide fare. Pra ata vetë nuk kanë interes. S'kan interes, po çfarë me pas interes? Ai merr lek tjetër kun. I merr lek nga dogana, i merr lek nga korrupsioni, nga rushfeti, nga rroga si deputet, edhe di ai se çfarë duhet, si duhet funksionojë që të shitet molla, jo më thot. S'ka gjë. Molla po është ushitur tregti e lirë thot. Po sushit s'kam sa mi bon. Po ke sa mi bon më zotin se subvencionon na. Mundosh me bllokuj çik tregun e jashtëma, ku ta diun, unë çam jasoj punë, po amon që se gjam një të fushës, ashtu do bëhet. Domethënë, do të kemi politika të mbrojtjes edhe të prodhuesit, edhe të konsumatorit, edhe në përgjithësi të interesave të vendit tonë. Pra, shon në një punë ti, shon agronom, ose shon doktor në spital një rrezik që është veteriner, se direkt tu mund shkye punë. Ba drejtor spitalit ti, një që nuk ka punu ku në spital. Çfarë organizimi do të bëjë? Se një person që s'ka punu, nuk ja din hilet punës, nuk din as ta kontrolloje. Puna kontrollohet kur e njeh. Prandaj ti kontrollosh për ismunet e doktori, edhe jo te filozofi, se doktori është i specializuar për atë punë. Mësuesi ka një tjetër, ai tjetri ka një tjetër. Pra ne duhet gjam njerëzit e duhun, edhe vendet e punës në Shqipëri, nuk duhet të jenë qoka, ti mbaj me X-it apo Y-it. Jo, vendet e punës duhet të jenë të merituara, meritokraci. Do më thanë ta morri vendin e punës X-i, mos ta morri Genci, sepse Genci nuk di, a djali mirë boll. Po s'pa ma tepër është eroje. I jap kazmë në shkëjet punojnë në lishte. Ose të mjelli shqep, ose ma e lopën, kaq di ai, kaq i mbaj unë. Nuk e njëroj, po i jap thjesht atë punë që bën. Ndërsa ky tjetri që nuk flet fare, nuk dëgjohet, nuk bazhurm, por të gjithë e dim se di. Ata shkë me marrim themi ne, sa i shkreti nuk shtyhet në rrallë. Nuk pagun lek për i vend punë, nuk di me përdor brylat, por ama e njeh një fush, edhe shkëm ne kapim për krahun. Zotni hajde këtu. Ti do të bësh këtë punë sepse ne e dim që ti e di. Edhe duke e bën ti që e di, ose duke e udhëheq ti që e di, atëherë edhe puna do të heci më mirë. Po shëtisim botën, zonja zotërin. Po shëtisim botën, po shohim në përbot edhe ka se me Shqipërinë. Shqipëria një vend i vogël me resurset jashtëzakonshme. Po t'jenë varfër shqiptarët, sot, po kjo është kulmi more. Të detyron shqiptarët të hikin jashtë Shqipërisë nga halli, po kjo është kulmi more. Ke bregdet more, ke tokë bujqësore, ke ujë me bollik Shqipëria, ka ujë me bollik, Lishene, Lumej, Projna, ku ta di une, rezervari ka gjitha, ka pyje,
Ka vene me klim mesdhetare, po thuaj se po ka dhe vene me klim më malore. Po i shikojmë që po vinë nga bota që shkojnë edhe në zonat malore për turizëm, po shkojnë edhe në fush, në Bregdet. Po ai që vjen, a do të haje? A do të pije? Pse shqiptarit mos e prodhojë ushqimin që do ta shesi pastaj ke tjetri vet? Vjen tjetri do mishqingji. Ta ketë qingjin shqiptar. Mund të shkruaj pak mashtën, po hana e tjetri se mund të jetë cilësi më mirë. Pra nëse organizohet ky lloj zinxhiri që është i kput në shumë vende, jo vetëm në vend. Po të organizohet gjithçka mund të rregullohet. Pra si, ai tjetri ka hotelin, po ai nuk prodhon mish. Ai nuk prodhon vezë. Ai nuk prodhon violinin ndoshta. Ai ka njerëzit. Edhe njerëzit, ai ka dhe kuzhinën, restorantin aty. Restoranti do mish për të funksionuar, restoranti do vajin, do patatën, do qepën, do perimet, i do gjitha. Ku ti marri? Pse mos i marri nga shqiptari? Se edhe shqiptari anë këty tash një popull demel, sepse prodho e hill, pastaj shathuve veti, ma mirë s'po merrem i hum si hum, po miell dy shep sa për veti. Po nëse ti organizon tregun, nëse ti organizon transportin. Unë ju thash jetë në Londër. Jo shumë larg nga vendi ku jam, unë është një vend. Edhe aty njerëzit që s'kan shkën e marrin, ç'a marrin? Një ditë ka shep, një ditë ka patate, një ditë ka buk, një ditë ka miell, një ditë ku ta diun gjana nga më të ndryshme. Pse? Se ka disa që ose kanë pas superprodhim ose si kanë shitur dhe para afatit skadimit i kanë shuar aty dhe shkën e marrin njerëzit. Po dikush i organizon këtë punë. Në Korçë hidhet molla. Tash ai ka të marrë i Korçës si shkreti aty hedh mollën në tensionin e vet, problemet e veta, edhe çfarë bën hedhë tret. Ku ta shoj ai? Me nervozizmin si ka harron se dikush për shembull në Tiranë nuk e ka mollën. Po pse nuk del një shoqat? Një kesha, një xhamia, ku ta di unë? Një grup bamirës më thanë, or dikush i ka mollë me i tret? T'ja shem për shembull në një vend bëhen vende diku në Tiranë për hallgjitë të shkojnë se ne nuk kemi luks, ku se ka luksin Londra me hedh xhan. E pas ka Shqipëria. Edhe or janë prodhuar shqip shumë tani, s'ka kam i shqip taj. Dali dikush të organizohet në kresh Shqipërinë se nuk kanë të mendim, e çojmë për qendra banimi. Qytetarët nuk i kanë, që ke plot që marrin në të mbledh ushqime nga kazanat e plehrave. Atëherë për të mos për të ndihmuar pak këto njerëz, sepse do të mundemi çike edhe për humanizëm. Jo vish bambzitun o burrat han për veti. Se kancer do të na bjerë, kancer tu hangër shumë, kancer bëhet. Pastaj do të fillojmë dietat. Pastaj kur smuhemi do të fillojmë me fal, se mos na hik kanceri. Po nuk hik ai mo, se e ke marr. E ke marr kancerin edhe ke hënë si babzit e nuk kanë gjë, nuk kanë as njerëzillik, po ndoshta sillen e pasurisë do t'i bëjnë lek spitale, sepse kështu kemi ndërtuar dhe spitalet. Me harxhu dhe lek, mi bë, se ke doktorë gjithë japin, edhe ai si janë kornasi më i madh. Atëherë duhet mëna pra e çik njerëz. Kemi humanizëm, kemi edukat, që ta shpërndajmë drejtimin në aty ku duhet, edhe vetëm aty ku duhet. A do të na rrshqasin në një moment? Po do rrshqasin në një moment, po mos jemi kaq në banalitet. Ti kam përshtypjen se kudo që shkosh, në çdo institucion shqiptar, të qeverisë shqiptare që të pyesësh di kanë ku punon, ndoshta s'ka lidhje fare me institucionin. Po është patronazhist, ka numër vota, ka ble vota, ka një fisin që votojnë, edhe burra, hajde ta bëjmë. Po jo më është nëse nuk i vjet shala, i thonë as për kalin, nuk i shkon gomore, ti ja vesh po. Nuk ban për atë punë. Prandaj Shqipëria ka fituar tani këtë kulturë. Kulturën e babzisë, që të kemë unë mos kesh ti, babzi po edhe me inat, me xhelozi të kemë unë mos kesh ti. Më thanë një shqiptar që ka, po nuk ka e tjetri, kënaqet se thotë unë jam më mirë se ai tjetri. Po sigurisht që nga më mirë se ai tjetri. Jepë më një gjë, se të hedh në kosht plenave. Jepi atij tjetrit para se ta hedhish në kosht plenave. Sepse ka dhe dinitet. Ajo pjesë, edhe ti bash bamirës, po edhe ata nuk e imponon shkret e koshi, se e para si shkret e koshi, nuk po them për plera, por gjana që ne hedhim, që nuk janë për kosh plerave, po na kanë zanë venin. Një grua pasën, shumë e pasën, kishte një komshiet shumë të varfër. I vjen një biri kësaj gruas pasur të shtëpia për vizitë,
Edhe shkoj te komshia varfër mori krip. I thot biri, mam, thot, ku ishe? Mora krip te filanja. Ti thot, mora krip te filanja, pa nuk të vetur pa janë është të varfër, ndërsa ne kemi gjithë shka. I kemi të gjitha dhe s'pas kemi pas krip. Shifur birë, tha shko, tha ke rafti dhe shif dhe kam krip bol. I kam të gjitha. Por tha shkoj e marr krip asaj, për t'i dhanë mundësi asaj që të vjen të kërkoj gjëra të tjera ke mund, se kur nuk i kërkon asnjëherë, duket i vjen turp dhe asaj. I vjen rënd. Tha po unë ta i krijoj kushtet që të vjen të marrë ke unë. Kjo është bamirësia, kjo është njerëzia. Që në Shqipëri ka hum. Ore, miq, duhet bëhemi njerëz në radhë parë. Dhe po u bëhem njerëz, po shfaqem si njerëz, me veprime njerëzore, atëherë punë rregullohen, sepse gjithkush ban ata që i takon, edhe merr ata që i shkon për shtat. Edhe gjithë pastaj i kemi punë në Terezi. Prandaj duhet punojmë. Diaspora duhet ta marrë situatën në dorë. Mish, ju kërkoj ndjes se u zgjata pak sa shumë, po nuk e di merr një farë emocioni për t'u shpreh, sepse shikoj që po bëjmë hapa mrapa. Kur ne jemi në një kohë kur edhe nëse s'di vetë, kemi mundësi me marrë shembull pozitiv pak në përbot. Kemi marrë shembull pozitiv humanizmi, shembull pozitiv zhvillimi, po jo të mjerimi ne për interesat tona gjithë jetën servila. Po s'duar me hangër buk, po që jemi varë nga dikush. Po që jemi varë nga dikush nuk me ba mirë buka. Fta shish me ashtë buka thatë. Me një cjop djathë e më dyullin e me i domate. Edhe unë që jetoj në Londër e në emigracion të ashtë 30 vjetë që se kam diskutu bukën. Por më shion buka kjo lloj buke kur e kam me dignitet. Edhe nuk ma ka dhënë kush, por e kam fitu vetë. Edhe nuk i kam borx kërkuj, nuk i nënshtrohem kërkuj. Ju them nga njëherë njerëzve, se këtu ka parshë në Londër, nuk i nënshtrohem njeriu. Se ka shevat parkun po, shkoj para supermarketit e lyp krip. E them një kile krip të hapin gjithë. E s'përkas barin me krip, edhe shkoj hap bar në park, edhe nuk i nënshtrohem kërkuj. Ne për buk, ne gojes. Ne s'kemi nga jamajmë sepse du të ham buk. Po jore, digniteti është ai që të ngop e të manë gjallë, jo buka. Edhe se nuk vdes kush për buk sot. Buk that, ke mundësi me hangër. Buk that, por ama dignitet. Që do t'i bukën me harë gjithë ditën në restorant e me shku në vendet më të mira të botës, ndoshta, por me të reshta e tjetri e me çek për hunë e për veshin. Buka është ta, jo. S'të ba mirë më. Miq, me falni se u zgjata, ndoshta folna pak shumë po edhe me të madhe, po besoj që duhet të reagojmë. Duhet të reagojmë. Pra miq të dashur, isha unë Gens Paçuku në një bisedë me artist koreograf Gjergj Lleshin nga Gjermania, por pas shkëputjes me Gjergjin bëna një monolog sepse mu duke arsyeshme për ta bënë me ju. Isha me ju nga studion e Londër. Do të jemi prapë bashkë të martën e ardhshme. Ju falenderoj edhe që më ndoqët, por mendoni edhe ju si unë. Edhe jo thjesht mendoni, shpërndani mendimin. Shpërndani mendimin pozitiv. Të bëhemi njerëz pozitiv edhe të sjellim pozitivitet, sepse kombi shqiptar meriton pozitivitet, meriton dignitet në tokën e vet. Në tokën e të parëve. Se kanë luftuar para tanë pra tokë, edhe sot po braktisim, po ja lam shakebe, a thunë që ajo tokë është një flet gazete, edhe nuk ka tokë që është derdh gjak pra tokë. Faleminderit, natën e mirë, mirë dhe gjofshim. Mikrofoni hapur nga Gens Paçuku në Window Radio.am.